Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Marko. Unë jam Manjola dhe si gjithmonë mas kamerave kena producentin ton Elvisin. Sonte me ne miq të tanë të dashton, ndoshta keni më na thonë që bani me hile se jeni Marakli Shkodransh. Po qa mos me ken Marakli Shkodransh, kur sonte midis nesh kena një talent Shkodret prap, Ilsi Ademi. Një djalë i ri, fantastik, jo prej talentit që nuk du mi hek as një fije, por gjithmonë vlerësoj njeriun. Edhe kur je njeri, je edhe artist. Mirë se erdhe midis nesh, Ilsi Ademi. Faleminderit shumë. Tan këta fjalë të mira, inshallah s'po thaj qafën në kont. Ja, marrë. S'po thaj në kama në dorë. Mark përshëndetje, hera fort që po janë nisi ka burrat në fakt. Manjona përshëndetje, faleminderit shumë. Elvis, po të përshëndes me që të kam mbrapa kamerave, producentin, faleminderit shumë për ftesën. E kam një sekret, po e ndoj para se me fillu me pyetje me bisedën. Unë jam një fan si ju i qysh, mundë me thonë muajin e parë, kur ka dal javën e parë, hajde se po them edhe javën e parë, kur ka dal podcasti, me ato muhabetet e bukura, batutat e çdo gjë, po ma besoni, nuk më lën nëna rahat. O, sot shumë videot me ban share, po josh. A ke po, këtë që sa bukur ka fol, këtë që sa bukur ka fol kja, që sa bukur flet kja tjetra, që sa bukur e ka thonë këtë, që sa... I thamë, po i di, majnon se kam follow gjithë ka, nuk më pështojnë këta, i shafën gjithë ka. Kështu që ta dini që keni jo vetëm Shkodrën Mazvedit, jo vetëm komunitetin Shkodran, kam përshtypjen në Amerikë dhe në tonë botën, por edhe një komunitet shqiptar që ju don, ju respekton edhe ju njek, sepse shof edhe komente, shof përshtypje që ka njerëzit, muhabete që unë bëj me njerëz kur bjen muhabeti, sidomos edhe tash para se më ardh këtu, absolutisht njerëzit kanë shfaqur një interes të jashtëzakonshëm me po këtë episod e thonë me ziç po presim me të po se tjerë ti kena po tash me ty inshallah po me kanë diçka ndrysh. Miq të dashur, se ndoshta nuk e dini, na Oda Podcast në Michigan, por Ilsi për ne sonte vjen prej New Yorkut me rrugën edhe me kanë pjesë e Old Stone. Ilsi ta thash faleminderit, por kjo është dopi faleminderit sepse ka ballë 2 orë, 1 orë e gjysmë me aeroplan për me ardh këtu midis nesh për me da historin pak, ndoshta edhe pse ka ashtë i ri në mosh, por një karrierë edhe një jetë të mushën tash edhe me lule edhe me nej therra ty në për te, nej gjo do të kene, apo ja? Pa i lules del ferra, normal, nuk ka me dal. Si që thash, unë jam shumë i kënaqur, shumë i nërum, ma beso që jam i nërum që jam sonte në mesin tuj. Unë jam i ri në mosh, mundë me thonë, për 20 vite karrierë që kam mush vitin që kaloj. Wow! Pra, vjetë biles kisha edhe një koncert recital që organizova në New York. Nuk janë pak, si që tha edhe vetë, por ajo... Të menu që Ilsi është vetëm 30 vjeç, 32. Mas ja ti ftata, në të shtyshi, lene më rapa. Mas na i hek Marje, edhe 2 vite. Mas na i hek një të 2 në mojnë gjallë. Në që, edhe për vajzët, beqort kena ty grupi, apo ja? Për vajzët edhe për vajzët. Që kërkojnë roommate. Ja, Marja, unë beqar jam, por jetë nuk i dijet, fatit nuk i dijet, na mund në marrë prap me bënë e podcast tjetër këtë në Michigan, ose mundën i marrë në New York, kur të fejohën, si më thonë. Po, në ti nga thirë mërë se në vajmë shqeqevi. Njena dysh ka me nohë, duhet me nohë njena dysh. Në gjë, du me përshëndetje hirë në anën tonë, se harrova kur më the, në gjë, në do në fërtë edhe pse nuk njifena në person, të ju falenderojmë tonë, shikusave tonë prej New Yorkut, edhe në anën e Ilsit që në njek, po dhe që ka ba një djallë kaq të mrekullueshëm. Faleminderit shumë. Ja, me tamam që shumë ju njekun. Ton, herë me Shkodran, herë ton i keni, lene follow, po dhe ton i nisim videot njëni tjetërit. Por, unë me që fole ti, Mark, du me thonë edhe një fjallë, para se me fillu ti. Aja që ka që ka lanë shenj, për mirë, dihet gjithmonë, ka lanë shtëpia e bardhë, që ti ke interpretu. Aja është, këtu mund t'jenë thonë, e mund t'jenë knu, e mund t'jenë dhanë mesazhe, mund t'jenë bëjë gjana shumë të bukura. Më falni për mungesën e modestisë, por Mark,
Të falenderoj edhe çështë të interpretimi, por edhe të ajo mesazhi të gjonja bukur që ke përcjell. Ajo është që mua më ka shumë në mend, për të thash, përveç tjera gjanave që tashmë tani din se kontributin tuaj. Ilsi, mirë se erdhe herë, edhe në emrin tim, shumë kënaqësi, më njoh personalisht, pavarësisht se shumë njerëz, disa njerëz, ja shumë njerëz, sot për sot njihen nëpërmjet rrjeteve sociale se dikush është këngëtar, dikush mund të kenë artist, dikush gazetar, por unë të njoh si ka herë, sinqerisht këngë tuaja, jo vetëm se janë këngë shkodranës dhe këtan edhe këngë të repertorit tjetër, por mu gjithmonë më kanë lënë mresa se më ke kujtu ata këngëtar të Shkodran të vjetër. Po himi përmend se ndoshta bëmi përmend, i lanë harret shumë si Big Noe, Sheqera Lushin, tjetër. Domethënë Shkodra gjithmonë vazhdon e zjerr për këngëtar të atë asaj kategorie, edhe unë jam shumë i kënaqur se që të njoh ta personalisht. Faleminderit shumë. Ti jeton në New York, është një distancë shumë e madhe. Edhe ki marrë edhe rrugën marrë të na, pavarësisht se ki edhe obligime tjera që kjo të përpunën tane. Është kënaqësi, është kënaqësi. Dhe të uroj të nga të mirë gjithmonë në jetë edhe në fushën e artit. Faleminderit shumë. Ilsi me pa me zonën tytesh gafel. Tash. Unë për shembull mundem me kallëzu një sekret për shembull. Mas ton komplimente që marr kum dha, unë kam 10 vjet që kam filluar muzikën popullore. Pra i kam ndarë me 10 vjet mes muzikës klasike dhe muzikës popullore. Kur kam filluar muzikën popullore, unë bile ja tham shumë vetëve kam nis krejt rastisht, krejt kot. Isha me një event në Shkodër edhe më thirrën me kënu. Unë kisha hala ata disqet prej X Factorit që kënosha O Sole Mio, Luna Tu, Caruso, Lucio Dalla. Edhe kur shkoj atje që një orkestër live, bandi live, thosh, ku me që me kënu marën me disk këto. Këto kishin orë njerëzit me bërë shefun me kënu këto Sole Mio, po më gjujnë gota. Shkodra është absolutisht djepi kulturës dhe Shkodra e mirë pret absolut gjdo zhanër muzikët e ka tregu me shekuj, jo ma sot. Para 10 vjetëve kur kam dalun. Por ma besoni që thosh, adin qa? E kam thuj diskun, nuk e din kërkush, e kam thuj diskun, e lash dikun aty në qoshe, edhe thash jem të kënu live, thash se s'kam kënu kur. S'kisha kënu me orkestër popullore. Me orkestër popullore asiher. Edhe kam dit 5 këngë Shkodranës, kam dit ma. S'kam dit, asi këngë ma shumë se 5. Masanajna kam mësu shumë, kam në gju shumë, dikuj Tiranë vesh sa bukur e kënosha muzikën qytetare, muzikën shkodrane, edhe muzikën popullore në përgjithësi, edhe më bane një ofertë për me fillu me punu një në restorantët Shkodër, edhe aty masanaj meta, edhe aty mori fam Ilsi, fam shumë të madhe, që Ilsi u bë prej ati Ilsi tenor që ishin mësu njerëzit me ndëgju me muzikën klasike, u bë Ilsi që me dalë në dasma, edhe me i knaq njerëzit me atë mënyrën e vetë, unë mundohem, njerëzit më dojnë faleminderit për tyne, nuk bajnë dhe i gjëma ma shumë se që bajnë kolegët e mi, por kam mësu për i matë mirëve. Mos harroni që Shkodra është djep kulturët absolutisht. Por edhe këtu e 10 vjetë para, ka pas, edhe ka, të thash, gjithmonë Shkodra, por kanë kënë edhe ma të vrullshëm edhe ma në punë. Po Jar Shamili, më ka desë qanga, me Fajet e Laze, Vjoca Luka, kam në gju këngët e Vjocës, kam në gju shumë këngë Shkodrane për i këngëtarve, nuk po flasë absolutisht Big Noja dhe Shushoja Lushi. Atje kam fillu postra me coba për Ahmet Agimollën, e kam në gju shumë. Edhe një aty i mësova, si me thonë, këngë popullore dhe prej aty filluam me mësova dhe hengun Shkodran. Pra, sepse ti mundesh me kënë këngëtar popullor, por met një aty. Si me thonë, në momentin që nuk din, si me thonë edhe hengu, po dush me dit trashikimin që po talent dikush. Për artistat që kanë kalu në rbreza, trashikimin që po talojnë, duesh me majt e me përcjell edhe ti. A më kupton, kja është aja të shi që Inshallah po ka këtë brezit tash, po mundohna. Në gja, Ilsi, të shke mësu para 10 vjetëve këngën populloras dhe me fillu me një dvëcër simbolike? Me një dvëcër krejt. Me një dvëcër krejt, pa tjetër më? Për shikusit tanë edhe ardashësit tanë. Pa tjetër. Këtë dushti? Pranvera filloj me ardh dhe bylbuli nis me kënu. Pranvera
filloi me ardh, dhe bylbuli nisë me knu, nja jodrano filja e bardh, del dritare me më shikju. Nja jodrano filja e bardh, del dritare me më shikju. O shpirt, sa të du, zbashku tjetën me kalu. O shpirt, sa të du, zbashku tjetën me kalu. Lungoja edhe pata diftu ke zgjell këngën preferumen ton. Pa tjetër, më këtë jam fan si ju im. Me keni ju kësha ban follow. Ja, nuk e ban tjetë pun. Ju se doni gjon e bukur, i jepni ndriçim gjon bukur edhe reklam gjon bukur, prandaj të ton njerëzit ju dojnë. Në gja, ne na dojnë thame, se nuk e di pse na dojnë. Një nër arsye, disa nër arsye. Tham që kur ardhe këto, a u nive si në shpi? Po, unë niva si në shpi, sepse është aja mikpritja, janë ata njerëzit, i tham unë shumë herë njerëzve, janë shpëdron të mi, ma janë njerëz të mi. Kështu që është si me bo në Shkodër, të nej televizion në Shkodër, ose në shpi në Shkodër, diku në barë, në barë, he. Njësoj nijem edhe sot, ma besoni që jam të uni këtë komod, jam pak siklet që kam marrë ku në ofër, se recitan ma bukur se unë, po këtu është e vetë mja pikë, këtu jam marrë marrë. Te janë dhe në kongë, në recitë. Pa, unë, në kongë në mujsha, dojnë ma mirë të Marko. Se këna një Marko në të kënu, se për i bërë këtë në Marko ma mirë të unë. Në Marko, abo, babajt, amë Ba me kënu Marko mikën fëllorë të mu, ma sane. Marko në në përdasma. E deshta me e lidh pak se në ata emigrantat, pak a shumë kena të njetat historina, kur lojmë vendin, kur vim, si e fillojmë jetën, ashtë ja ura kur shkputena prej vendit tonë, prej Shqipnijet, vim këtu në Amerikë, ose në vendet tjera të botës, ashtë i fje vështirë, të më thonë, ai fillimi për mu ambientu, si ai kishe të fillimi kërë në Amerikë, kishe pak fje, me gjithë se kjo ardhë i ri, edhe kur vjen njëri i ri, e ka i fje ma të kullajt. Por zotin, unë kam 8 vjetë këto, mirë po fillimi ka ken i vështirë. Për tonë ka ken i vështirë, absolutisht që unë respektoj gjithë se cilin në gjdo loj viti që ka ardhë, në gjdo loj situatë që ka ardhë, absolutisht, por ka ken i vështirë. Unë ja tham bile shumë vetëve kur fillon mu hap tema emigracionit, unë i tham që nëse para disa vjetëve, mundën me këthy ndiku para 10 vjetëve, nëse ishte zgjidhje me ikë për Shqipnijet, në vitin 2018 fillunen masane me u ndo, si thëjmë në shopi për sheqerit, pra në qëse do të shkoshe për thëjmë në Gjermani ose në Francë, të dishe që o merë letrat ose merë letrat. Kurse rasti jonë në erdhme me bashkim familjarë edhe ishte zgjedhje për marë në Amerikë. Pra nuk është ishte zgjedhje, hajde o burrat është me ikna për Shqipnijet, se po e thëmë për herë të parë, sepse shumë njerëz mendojnë që jo kanë ikë, kanë orë njerëzit këtu, am kuptojnë kini ikë për jetë, jo. Unë e kam lanë Shkodrën, am kupton, unë s'jel, se lene familje e me që kina punu. Unë e kam lanë Shkodrën në verën e 2018, jash gjdo modestijet, po e thamë për herë të parë live publikisht, e kam lanë me 35 dasma për një sezon verët. Pra, një artist, një këngëtar si unë, i nivelit tem në Shkodër, se s'po thamë në Shqipni, po në Shkodër i nivelit tem, me bo 35 dasma në vit, edhe për 35, me mrit sot që na bile ti qeshe me mu e thash si ka mundësi që shka në Shkodër për 5 dit, me i shkut komplet lidhjet me Shkodër, më vret, nuk thamë se së më vret, me ju fol drejt shpirtit, shumë mundën me më gjiku me thamë, për këthejo pra, hajtë sa në bani marale, shumë a thojnë, shumë edhe tjerë, ha ma këthejnu, po atin si thamë, kurse në këthejo atët italistët greqisë që s'kanë pas buk me hangër kur ra kriza, mu këthejnë atë Amerikë që jetoj me kena punë, që qërë zotit të në të mirat janë këto, edhe Amerika njifet absolutisht, edhe ashtë superfuqia botës,
Na vetëm me punu duhet, Po. nuk është se bëjmë në jetë si e kena në Shkodër, kështu me dalë pedonale, hapi, rej panqef, dhe në 12 nacë e 1 nacë, po këtu është puna, i kjo është e vetë mja gjonë nëse nuk ja du Amerikës ta qojmë, kështu është puna, si me thonë që nuk ke kohë me i bo ata qefet tjera, si e na mësu, Po. se qefet i banë absolutisht e marë familjen, shkanë për pushime, të na qefet tjera robi i banë njësoj si në Shqipni, bile mos me thonë këtu ke shumë mundësina me ba, se ta është donë edhe i lek ma shumë, mos Ajo është më thonë, është vendi mundësinave, unë e thamë për veti gjithmonë që është vendi mundësinave, vetëm që ose s'dë nuk mundesh me hec në Amerikë. Fiks. Dhe Ilsi, në fakt nuk jam e informuar ç'a punë të bën, merresh me muzikë? Jo. Unë prandaj e kam zgjell këtë lloj jete që unë mos me pas, po që unë nuk shkoj në Shqipni për sezone dasma ose sepse unë qysh javën e parë që kam ardhur, unë kam zgjell me punu. Po unë s'kam as ditë po shem qysh se kam ardhur tash 8 vjet. Wow. Kam fillu ngarkim shkarkim në UPS. Javën e mujt e parë që kam ardhur. Pra, unë na kena në prill, atje kam shku, kam bëu dasma, siç u thash, marrë sezoni, atje jam kthy në fillim tetor, kam punu 3 javë, s'mujta ma me të thonë drejtë, ishte i punë jashtëzakonisht e rëndë, ishte UPS-i, por që punu dhe për Amazonin. Ishte një gjë, më falni për reklamat e shumë dhe që po baj, po nuk na pagun as UPS-i as Amazoni, ta keni qartë, po më që unë flasë shumë dhe i qesë kështu, rrugës, por Elvis nuk flasë ma producent, mos ke marrë. Punosha për një kompani, si me thonë, edhe u qosha u do të me shku në 2 nacë në New Jersey, punë, edhe me ikë në 10 paradites. Kështu ishte puna, po ishte overnight. Aty punoshin njerëz si quhen në Amerikë low life. Pra njerëz drug addicted, njerëz që zot më fal pa familje, njerëz që s'kishin ç'a me bë ma, sa me dalë me shtyp makina në rrugë, hajtë se po futem me fitaj çek javët aty. Edhe shkova unë që kisha marrë për tanat mirave. Po tham pra. Am kupton, shkosha unë një nivel me ta, po mësoj se i ka jeta, mësoj se i ka Amerika. Vesha kufjet në veshë çasha, nisha muzikë shkodane e çasha. Am kupton? Edhe më thoshin ç'a ke, s'disha as anglisht mirë, a din se se di sot, am kupton po. Po mirë, se tash punoj me amerikanë, duhet me ditë anglisht se s'ban. Edhe më thoshin ç'a ke, jo, thosha kurso, jam thjesht, jam lol pak e kështu. Duhet absolutisht me ishin bë kallo. Edhe atje e lash atë fillova dormen. Kam filluar dormen në 2-3 buildingje të ndryshme. Kam tash 4 vjet që punoj për një dealership makinash, jam service advisor. Nuk po e them kompaninë se po na rro producenti. Po plosin reklamat. Po shiten makinat, unë jam te pjesa e servicit, ku e bjen me rregullu makinën. Është një punë e mirë, aty i baj të ardhunat që unë jetoj edhe normalisht ndihmoj familjen, ndihmoj pjesën në muloj këtë absolutisht nevojat e mia për gjithçka, por edhe i përgjigjem familjes absolutisht. Mos ndaj muzika është gjë që doli e valla zotit që i thëmë, na faleminderit. S'doli, pra po s'daj rrin punën e kam. Nuk është se, pra, kja është fatkeqësia jeme këtu, që muzikën e kam pasion, jo profesion ma. Nëse atje kisha profesion, këtu e kam pasion. Tash unë po mylli që po flasë telefon të minutë. Alo, do të me myll gojen, e di. Unë nuk flasë ma. Deri ku të bëhet pyetja tjetër. Sot na të kena marrë këtu me fol vetëm ti. Na kena me bë vetëm pyetje, sepse komplimentet me ti bëjnë nuk nduken fort mira. Nuk du komplimentat, me dash me pa komplimentat fal. Me dash me pa komplimentat prej hin në YouTube, hin në rrjetet sociale, aty i shef komentet, aty i shef çfarë komplimentash merr. Jo vetëm si artist e këngëtar, por si djalë i mirë. Kam një pyetje që më marr mendja, kam interesu edhe shumë brezit ri në Shkodër ose edhe në Shqipni. Të pas parasysh se Shkodra gjithmonë ka zjarë talenta, flasin për muzikën gjithmonë, por me sa dion për para, është punu me brezin e ri, si nga shkolla muzikës, ka pasur disa kurse tjera që u bashkë muzikë e tjera. Apo i vehet vëmendje, ai kushtohet sot brezit të ri, domethënë fëmijëve që zjarrin sa më shumë talenta, flas nga ana muzikës? Po, unë mundë me adhon edhe në mënyrë fatkeqe, dhe më thonë në mënyrë kështu, me qa këtë përgjigjen edhe në mënyrë gazmore. E por në mënyrën me qa, po e jap sepse
në shkollë të muzikës, me sa kam dijeni unë, ka ra shumë numri i nxënësave që kanë interes, tamam i studentëve nxënësave si dolin, po i çojmë, që kanë qef, se talenti nuk mungon, Shkodra është Mush. Më kupton, domethënë është gur, nuk ka me pushu se të ekzistojë njerëzimi, vetëm nëse njerëzimi myllet, nuk jeton më kërkush, myllet edhe me Shkodrën. Sot ekziston njerëzimi, Shkodra ka me prodhu vit mas vitit, aq sa unë bileja kam vuj emrin edhe X Factor i Shqipni, kam thënë X Factor Shkodra Albania, jo X Factor Albania mo. Është vërtet. 7 X Factor janë bua 5 e kanë fitu Shkodran, Normal. 2 e fitoj një verior, njënin e fitoj një verior, prapi tjetër. Po qa bani? Bani Shkodër. Sepse, ma mirë shkone bani unë Shkodër, bani në teatr X Factorin, që të vinë lekt aty. Kurse te pjesa, kja është pjesa e dhimbshme ta quajmë kështu se s'ka interes mo. A pjesa, nëse dënë me marrë të pjesa me qesh, është që kam rrit një pikë që thonë po shkojnë në shkollë muzikë se do me dalin das mo. Ajo është Ose kam një prind për shembull që thotë jam të e çu djalin në shkollë muzikë, sa mos më ndaj me shok të këqij. Po kja fatkeqësi, që mu krasu, atë që ka maru, dhe me thonë, ti jetë qyshte të preng Jakova që ka emnin shkolla, ti t'jë eshnat. Edhe vazhdojnë me roll, artistat më të mëlej që Shqiptaria i ka pas kanë dalë për i Shkodrët, tonë e din, vetë se s'na dojnë, se tonë e din. Unë jam lokalist, edhe nuk jam lokalist, i jep qezoj qeta kanë qezorit, me nëjtë shtenë me folë drejt, ka Shqipni artista shumë të mëj, ka Shqiptaria, Kosova, Maqedonia, e Veriut, Ulqini, Mali, kretë kena shumë artista. Po që ka nëzjarë Shkodra? Unë bile i thamë shumë njerëzve, unë e du shumë Italinë e Italiantë, se që i kanë dhonë ata botës, qyshte ushimi, kultura, veshja, arti, sporti, arti in general, muzika, piktura, kajtë, e thamë një ashtu a Shkodra për mu. Për Shqipnin. Normal. Më kupton, një është si Italia e vëllon botës, që tonë bota e një Italinë, që e vëllon, edhe janë mirë njohë sa halasët, hala du të me kënë Shqipnia mirë njohë Shkodrës, së Shkodra, që i ka vëllon Shkodra Shqipnis në shekuj, më vjen shumë keq, po kanë vëllon qytetet tjera. Sot mund tjetë Tirana kjo qytet. Kura bëha Tirana kjo qytet, Shkodra ka bëha 35 piano. Pra, flasim për nivele tjera, flasim për standarde tjera, qyshte jetesa, qyshte mondaniteti që Shkodrant ka, qyshte e folën, a respekti që kena për tjetin me këpritjen, nuk janë Shkodrant e marrinave, budalliceve që njëm, nga të resave, gjonave, se s'du me i hyshës më takojnë, nuk ka Shkodraja, që njëm televizor për keq. Shkodra është një pedonale që mushet plot, e di se nuk i laj njës me fjetë dhe në 12, po kja është Shkodra e qefit. Kush nuk e dënë Shkodra e qefit, shkojnë të jetojnë. Desha mi thonë një të 3 qytete, po më shojnë ata të rretheve më të vogla, po jo të shkojnë gjenë në i shpi tjetër diku më larg, ose të jetojnë një katun afër Shkodrët, edhe pse katunart e Shkodrës ata tonë, katunart tonë atë të nën Shkodrës e malësis mallë e këtë, na tonë vim një aty, tonë e bojmë qefin Shkodrë, na tonë i na lege na rritë bashk, për qa duhet me thonë, ja se zhurma se, pa, 3 muj veret janë. Kanë mu myllit atë shkejta 3 muj veret, fut në tonë në atë kolive. Kam thani diqa për këse kam vurë e lonë për rrjetet sociale që komentojnë, në bojnë zhurmë, në bojnë zhurmë. Policinë, Ilzi, nëse ki vurë një ty të pedonalja ose të rruga Gjohadorit, ku bëjnë muzika, bëjnë qefi më madh, ba me vure, ba me shku të shtetë të kushitin shpijat, mi pa sa bëjnë shpijat në Gjohadal dhe në pedonale, po pse, sepse ati bëjnë qefi, shpin kanë qefi me shi $300,000, ose $300,000, po ja, muzika në pa vjetë. Mark, nështë janë të shi shpin, po i hallit ma Mark, nuk do të me qeku. Po i hallit, shpia nuk shqitet për i hallit, shpia nuk shqitet për i hallit 500 milion lek. E di shqitet për i hallit i milion. Alonja kam lerin në Shkodër, aty në Gjohadal, kam pas shpinë të kur, po shpia janë si ka pas as bler. Po shqyqut mallit zat, po na qeshim me losim, me flasim. Turizmi është në kulm shqyqërzotit në Shqipni dhe në Shkodër sidomos. Sidomos Shkodra, këta 2-3 vitet e fundit, ka arrit kulmin e turizmit. Se me të vërtet, jo vetëm aja pozicionin geografik ose infrastruktura me liqenin, me detin, me malin, me lumejt, por ashtë aja që theti për para, ashtë mikpritja shkodrane, ashtë qefi që bëhet me Shkodran,
është harmonia që kanë Shkodra njëri me tjetrin, që nuk e gjen kërkon qytetin e Shqipërisë, pavarësisht se Shqipëria është komplet e bukur, i ka të tëra të mira të mend, por është si puna e baklav, si ka disa... Thonë drejtën se unë e tham ju djekë shpia ati që s'lefdan vedin, edhe ne, por Allah s'kam një për nej qytet tjetër që thojnë djepi kulturës. Ja, po. Si Shkodra. Është, për shembull, unë po të jap disa, unë po flas nëse doni me folë si artist ose si djalë i ri, unë flas si doni. Muhabetin unë e kthej si doni, jo e kthej pllakën. Unë po flas si artist. Po. Korça i kollon shumë absolutisht Korça artit shqiptar, me serenatat, me këngën e bukur, me komedit, ka pas aktor shumë mirë. Por ba me i pyet. Andin si thojnë tonë, ba me u kru këtu pak del puq, ba me i prek pak sa tjertë, edhe korçart, edhe Elbasani, ka Elbasani këngë, tabanit, muzikën e ka shumë të bukur. Ba me i prek ka pak, polifonia, absolutisht, jugu, veriu, me tropoja, me kukse, me hase, me kajt, me puke, me kajt. S'mu me arru puken, se kam prejardin e po mysi puken të kam oricine pa i puke, të po thojnë harrove puken të mërë. Tonë ba me i prek pak, ba me i kru pak ashtu, tonë thojnë që, Shkodra, Shkodra ma atje për kulturës, ne na mladh thojnë për vitri, kur del të humori, thoshim, tonë, ashtë se pa fillojnë e fletë Shkodra. Unë kam kënë në Akademi të Arteve, kam bo Akademi në Arteve, kam bo liceun, X Factorin, pa i kam bo 6 vjetë në Tiranë. Kur vite puna, jo se jam unë jam si që njerëzit po e shohin, jam shumë lafolog, domethënë për intervista unë jam maestro, si më thonë, jam një normal mirë që mund të njih një rrotull. Faleminderit se erdhi na bënë punën e vet. Por absolutisht kur fillosim me folë me çesh më thosh, Shkodra pa, e tha batutën Shkodra. Pse? Se lene që humoj na kena në moje gjus, po na kena qef më edhe me tallë mër tjetrin, na kena qef edhe me lujt me tjetrin, am kuptan, kena qef edhe me na tallë dikush, am kuptan, po me na tallë, s'kan që mu tallë me ne, po na jaloj marë, am kuptan, thojnë qa Shkodra, djepi kultur, Shkodra, po s'ka, mas me kenë Shkodra, ta shtë ka kenë edhe shpreja Shkodrani të shku nërvore të difta një Barcelet. Fiks, kështu që kja jeta, kja Shkodra, por absolutisht në thash, Korçën e vlerësoj, adhuroj për çka ka dhënë Shqipëni, se artin Shqipëni, Elbasani gjithashtu. Tirana, atë tre kanë, ka për bukurinë atë tre kanë me nënë për dasma. Ka pas edhe disa si këngëtar, ashtu po këngëtar interpretuesat, mirë muzikantë shumë të mirë. Atëherë ju dihet që nuk i hub vlera polifonisë. Për të samrojt për UNESCO-s, unë jam askushi për me gjyku, edhe absolutisht curlet e daullet e tropojs e të veriut, absolutisht janë vlerë shtume për krejt shqiptarin. Bërna tonë jena shqiptar, por sot me që jam këtu edhe jam për i Shkodrit po flasim për ja bëjmë qefin Shkodrës. Nesër po marrë një prej Beratit ose prej Korçës ose prej Kavajit ose prej Durrësit, ka me bë qef qytetin e vet, ka me përmend qefin atë qytetin e vet një 2 orë edhe bukuri. Unë sot kam marrë si përfaqësues e Me gjatë, të shti, mua kompliment se edhe Shkodrës, në fakt kisha thënë duhet një kompliment për mu regjistrua i kompliment, sepse e krahasove me artistat me artin e Italisë, që dihet dhe më thonë daq për art si pikturat, si skulpturat nuk mundesh mi numru. You name it i thonë Amerikan. Ti mi vend nësë. Edhe me vu një gjatë të tillë edhe Shkodrën është komplimenti më i fortë që mundet mi ullan shkodranëve tanë. Unë derisa me të bëj një pyetje. Fosë mylli më kot. Ja. Fosë derisa me të bëj një pyetje. Unë derisa me të bëj një pyetje. Me që s'foli për Shkodrën hiç. Derisa me të për Shkodrën. Ja, pyetja eme është në tanë çdo njeri për ka vjen, ka nostalgjinë për vendin e vet. Sepse kujtimet janë ato që na marrin ose na vinë mbrapa me jetën. Sado që vitet kalojnë, kujtimet vinë mbrapa si vagona. Çfarë ata kujtimet më të bukura në një atje të fëminisë tonë në Shkodër që i morën mend, edhe si më thonë ke nostalgji për ta. Të thonë drejtën, kujtime fëminijet, kam festivalet e fëmijëve, atëherë e kisha honor me hyrë në shkollë muzikës, në Shkodër hyna, X Factor i doli, krejt rastësisht që më ndryshoj absolutisht komplet jetën, më kanë ndrru krejt jeta prej daljes time të parë në X Factor.
Edhe maj mend bile ne ishim në hotel në Tiranë të bë përgatitje në amlollën tonëve çka kishim fituar, me thonë, ata regjistrimet që delshin, ata ishin bë 3-4 muaj para. Edhe unë kam pas 180, 280 friends në Facebook, s'kam pas ma. Se ne për shkodë më një ta Sa vjeç ke keni? 18 vjeç. 18 vjeç. Po vazhdisht se kam kënu qysh thash, qysh fëmijë, po qysh 12 vjeç. Kisha 6 vjeç që kënosha, po Facebook-un ja thjerë dole, po dallizet s'kisha çfarë bos, mia followersa. Unë po të them që mëna 24 orë unë kam pas 5000 friends, ose kam pas vend ma qysh, në 2015 unë s'kam ma, domethënë, më fal, trajta, në 2013 unë nuk kam ma vend për followers, veç i heku do që s'kam nështë komunikim edhe vetë tjerë që mas me met adin hatri edhe njerëzve të rim shukve miqve që kanë qef me mjek me mjek artin që baj e punën që baj, por atëherë kujtimet e bukra janë çmimet që kam fitu, janë evenimentet që kam marrë pjesë, shoqënia shumë e mirë, arti, kujtimet e mira që kam lanë në Shkodër, puna shumë e mirë që kam lanë në Shkodër. Përveç X Factorit, zgjidh një ke kishe me zgjedh një kujtim të një eveniment. Po, unë për shembull nuk kam përmend që unë kam kënu në stadium himnin kombëtar. Nuk e kam përmend në ushta godi në intervistë. Në stadium kombëtar në Qemal Stafa. Shqipërisë në Vellin 2015 që fitu me bile 1-0. Në kuli roshit se po ju kallëzaj tonë. Ai ka kënë nërkujtimet absolutisht ma të bukra t'jetës, sepse nuk ashtë pak me kënu himnin e flamurit, himnin e vendit tanë. Kujtime shumë të bukra janë këto 5 vjet të fundit, unë jam si official singer, si këngëtari zyrtar i himnit flamurit në City Hall New York, kur është festa pavarësisë si e Shqipnisë si e Kosovës. Pra unë e kënoj himnin e Shqipnisë atje, kurse himnin e Amerikës kam marrë një vendim që nuk do ta mësoj, sepse du me i lanë rol edhe rinis, djemve vajzave të reja që kanë zonë bukur, që marrë me më shoqnu, se më po i knova të dyja, që po puna me dalë vetë, dhe mund që i buke i shejtan e të dhe për të nuk bëjtnaj të dy himnet, me të thonë meni unë këngëtari malë. Unë kënoja të që më takon, bajat pjesën teme, sepse në ja tonë këtu për një qëllim, me shfaqin një qetin. Unë kam qef shumë që me dalë të ri, jo prej mejet, po me dalë të ri që unë im shtes. Edhe një ri që ka zot mirë, që ka potencial, është njëri, se mu më pëlqenë edhe këta që janë njerëz, se mund është mos me kenë njëri, po me po zonë e bukar që së nduesh shanë. Ata unë maraj me im shtetë, maraj me i posh, mua në se vetin absolutisht, po thëmë o zët e shala bohen si këngëtarët e mlej, si artistat botnor. Unë kam lënë mësim për 2 vjet në një shkollë shqipe, në fëmijëve të komunitetit shqiptar, për shoqatat e Ulqinit, Anës të Malit edhe të Krajs. Aty kur jam fut, unë i kam thonë në gjë, unë du mi u thonë vetëm një gjë. Dini Shqip, për mu nuk ka asnjë lloj diferencet, pavarësisht se këtu do të kënojmë vetëm Shqip. Veni vesh talentit tuaj. Veni vesh çfarë ju thot zemra, mos njekni mendën, njekni zemrën kajherë. Se menja, në ushta ju njek mu bo avokat, me bo $200,000 në vjetë, ama zemra ta dënë mu bo këngëtar, që mund është përfunu si Dua Lipa, si Bebe Rexha, si Eva Max, si tjerë artista shqiptar botnor, që njifen tonë boten, a i kam thonë nuk është çudi që nga këto, klasa këtu, nga ju këtu me dal Rita Ora arshme, me dal Dua Lipa arshme, me dal pse Ram Lahaj arshme, me dal dikush. Kja është për mu krenaria ma male. Kam bata shumë me fillu me tregu në s'maraj dhe i nesër se që kam bata, çmime, evenimente, absolutisht. Një për shamu që të kam mejtë në memoria, se ka herë, janë diqa si thënë baj, këtë s'ka me harrukur. Me të thonë drejten, është 2013 kur kina marrë çmimin Best Group në këngë magjike, edhe u renditëm 10 shemat mirë të këngës magjike, ajo ishte surprizë, nuk e pritshim hiç, unë bile halo e kam atë trofeun e kam në Shqipni bile në Shkodër, dhe nuk e kam marrë këtu halo, dhe aja është nër momentet shumë të bukura të karrierës. Kam dalë këngëtari i vitit në Shkodër, kam fitua hengun në Shkodran si këngëtari mashkull më i mirë. Nuk e di, pra këta janë tjera emocione, pra jo se vetëm te çmimi që kam marrë zoni më i mirë i festivalit Zamako i Prizrenit në Prizren, asa ato e quajnë vokali më i mirë, pra këngëtari më i mirë vokalisht, jam shpall unë, nuk di tash çfarë ta hapi këtë. Hapi menun e shivës së vet. A ke menduar një herë për shembull se the kam qefi më shtet të rit, Brezi i arshëm, a ke menduar për me hop
shkollë, klas, për me dhanë mësim muziket, vokalit të Brejziri? Nuk e shoh, me të thënë drejt zotit, nuk e shoh sepse hala nuk jena ashtu 100% fokusum, sepse aty kam punu prej 5 vjeqa dhe 19 vjeqa. Okej, ke pas Unë kuptani kam pas tana mosha. Pra unë kisha fëmijë që kënoshin qinxhi vogël pse me nushëm, a kisha tjetrin që ky marak, ku shkret, që ishte 2 metra. Pra është zor, me të thonë drejtën, unë jam i ri për veti, mos mendoni pavarësisht se e tha Manjola moshën fillim 32 vjeç, po prapë se unë jam i ri për veti, unë dua dhe unë me marr atë eksperiencën time. Ajo që unë e bona eksperiencë, ajo ishte 2 vjeç shumë i bukur, unë po ta absolutisht shumë sukses. Fëmijët unë i kam nxjerr në koncertin Street Fair që bëhet çdo vit në Bronx para 10.000 vetëve me knu. Pra, këta janë ata që unë kam ndorë me i support fëmijët. Vitin e kaluar për shembull kam pas një fëmijë që ka prej Chicagot me knu. E morri vesh që bëhet, thaj natuar, tha, atë nisem o mos nisem. E kisha pa videot në Facebook, bile ajo vajza u bë virale, një fëmijë i vogël me këngën e Ulçinit, mori lulja blinit, vajzat e Ulçinit, edhe më radhe mund men ato për një saj unë i njifsha në Ulçin, edhe i thash, nisur i thashe hajde, edhe vajzën e ke në skenë, ditën e dile kur t'jetë Street Fair. Ka dal njerëzit janë super knaq se fëmijë fundit. I kam thonë edhe artistave që keni në Michigan, djemve vajzave treja këto i keni 2-3, që unë të paktën i du shumë edhe i vlerësoj, respektoj talentin që kanë e punën që bajnë. Nuk i na bë marr hala. Unë jam edhe iniciator i një festivalit me çmime, festival jo kot festival me bë, kështu po festival me po njerëzit prej në auditor, me bë festivalin për The Next Albanian Superstar in Singing, pra këngëtari më i mirë i ardhshëm shqiptar, ylli, si me thonë shqiptar. Do ta bëj nga mosha 9 deri në 16 vjeç. Mund të shtyhet 18, po 18 është pak risk sepse në rënd zoni dhe nuk du që fëmija me uni keq. Unisa me bo këtë vit, do t'ishte mojt bile finalja para 2 javëve do t'ishte kry krejt, por ma besoni që donë shumë punë, edhe unë i morra me shumë tur, po masanajna e ula pak vrapin, e ula pak turrin, sepse jo prej mos më shtetje, sepse i kam njerëzit mas vetit, shqyqër zotit, e i falenëroj bile tonë që am rrinë afer me idenat e qmenura që i kam, por u ka pa unë keq, kisha punë me ba, kisha vente, kisha gjanat e i thash në që një na duhet me shty. Shoqatat ishin absolutisht gati, qatë kesh nevoj, na thuj, sponsors, fëmijët ti bim, ti hojde zgjeli, pra fëmijët do të kishin me interpretu live band. Pra jo me ardha ty edhe me kënu me së propozim me lujt gojen. Jo, fëmija me kënu live band. Me pas një orkester live, me bo 2-3 prova, edhe fëmija me dalë aty si një superstar. Mos me dalë fëmija me kongë si me kënë të kënu, më kuptan në për festivale ose koncerte verore. Para 5 minutave më the që unë merrem, ishe shumë modest, merrem, thjesht kam atë punën teme në një servis dhe ke i që rekorit si më diftan për ta në evenimentet që krijon, bën, dhe më thonë ti nuk i hik dorë prej pasionit tënë, sepse je pa fund i lidhun me komunitetin, je pa fund për komunitetin, edhe mundohesh me zgjell ajken e komunitetit për me vazhdu prap tradicionin, traditat shqiptare. Kështu që herë tjera mos thuj që kam një punë të thjesht edhe bajate. Unë nuk kam qef kur, nëse ka një njeri, një artist, prandaj thash, nivelit tem, se unë e quj vedin nivel një artistit të mirë, së më thonë shumë i mirë, po të shumë të mirë nështë, po. Për me lonë modestin me apa, unë nuk kam pas qef kur me folë për veti, sepse thash, ba me fillu me kalzu se qa kam ba, dhe me thonë, këtu nuk del një dit emision, i plot, dhe me 24 orën të kalzoj me, jo vetëm dasma, se dasma të janë evenimente që Robi e ban, dasma është gjatë qefit, e ban një familje, është gjatë personale, një familje, dhe unë më thamë evente, evenimente, qmime, ku kam shku, ku ka shkel kama, si me thonë, janë gjana që unë i kam përjetu. Tash pjesën tjetër unë janë la njerëz me folë për mu, sepse thash, ahi raport sot bile që s'di qam gjeti që unë me folë me nivele artist lejko tonë, se unë s'flaskur, unë kam marrë këtu me 3 andra.
unë kam marrë në Amerikë me 3 ëndra që nuk arrita me plotësu në Shqipni. E para, me pas një shkollë temin, ishte artit, si thajte një qendër kursesh, e dyta me bo një recital temin, edhe e treta me bo një festival fëmish. Pra, me dhonë mësim dhash, pavarësisht se ishte shkolla jeme, po dhash mësimin, recitalin thash e bona vitin e kalum, edhe unë jam shumë i kënaqur absolutisht me më ka mush zemën plot, dhe më ka met vetëm festivali i fëmijëve, nuk des po plotsu një dëshirë me komunitetin, si më thon, komuniteti para unë mbrapa. Aqiri, jo vetëm ata 3 që kanë listë, po kanë me kanë edhe 300 tjera që kemi bë në listë. Amerika ka edhe një të mirë që na vi me ëndra në Amerikë, edhe mundohen na me realizu ëndra. Por ka një të mirë që ko vjen në Amerikë dalin disa ëndra tjera që as nuk e kena ëndruar. Kishim imagjinuar. Se kjo është mirë. Kisha edhe një pyetje tjetër se më duket se kur formën e parë, jashtë kamerave me përmend se ki kanë edhe në Kosovë. Këtu. Po. A ka mundësi me na shpjegoj i fije sepse na kena shumë fanca shqiptar të Kosovës, jo vetëm që kanë në Amerikë, por edhe në Kosovë edhe në këtë botë. I përshëndesim të tanë. A ka mundësi me na ndihmu pak eksperiencën tonë që ki pas atje? Ata kallëzoj histori tash. Edhe po rrena keni, se më kujtove vllaznit e Kosovës. Ishan Zvicër tash para në fund të majit, ishan i dasëm edhe po flitsha me muzikantin kur dol me jashtë, i thash, jam të ik, thash, kur çka jam të ik Shkodrën, jam të ik. Ai ishte i pejes ai djali. Tha, por zoten, tha, është se më kujtove, tha Shkodrën. Ai njef tha, po zoten se keni rrenë. Më ka dalë, tha, një podcasta me Shkodrani, thash, po. Të fort mërë burë janë, tha, edhe podcasta keni bë. I thash, po ma thuj, tha, po zoten se keni fjarë rrenë, që i tash mu kujtu kur në përmene. E thash, po, a kena lanë gjanë, po, në mërë, në veç podcasti me në kishtë metë. Ta më thujnë me kënë Shkodrani të ne i banë veç policë se kena bë kur. Po vërshishtë unë e kam pas babën 30 vjetë policë, më këpëtën, po. Si duket s'pas ka dit me e bë, që di unë mërë? Jo, shtu thujnë mërë policë s'tim Shkodrani me e bë. Kështu që ma besoni që ajo jehuna e fama, pasha zote në Ukrajnë, është shumë e madhe. Në Kosovë janë absolutisht, unë kam pas 2 vjetë që kam marrë pjesë rresht aty, kam pas absolutisht në eksperiencat më të mira në jetë, janë njerëzit më të mikpritën që unë mundë me gjithë ku të më shkelin kamën në botë, absolutisht, sepse sidomos artin e dojnë shumë, pra një ta qa bojnë, një ta kanë qef me i ba mirë. Pra jo me i ba shkele shka, ose hajtë se e ba me vidin e pare, hajtë si dalin i dyti, s'ka problem, jo. Ata dojnë me i ba, kur të niset mu ba t'i qka, e bajnë ashtu për smarit, edhe për këtë gjë unë i adhuroj, edhe për këtë gjë mundohem që kur baj gjana me përfshi sa ma shumë shok e miqe të Kosovës, sepse i tham hajde se unë po ju unë s'di gjanë që me po, ju keni shëtit botën para nesh. Am kuptan, unë bileja tham shumë vetëve, kur kanë dalë shqiptarët e Kosovës që shtetit, na kena hangë lkuën me gjithë banane në Shqipni, am kuptan, nësë kena di gjanë të shkretit, qak televizori në da e marë. Ata kanë dalë dhe me të thanë dejten unë personalisht, vitet 90, kur kam marrë në Amerikë. Edhe prapë se prapë në Shkodran të me podcastin. Prapë se prapë. Jo, e kam fjallin që unë i kam njohë, prapë se marrë në Amerikë, po kur kam marrë në Amerikë, nga që na kishim marrë për Shqipni jetë në atë kohë, kur kam marrë dhe në atë kohë dhe në Shqipni ishte shumë e prapë me në ekonomikisht, me infrastrukturë, me njënë tjetër, u mundoheshin me mrujt i fije, se e di që se vi... Se përset me men, ja se përset jo. Të pësa dhe ishin shumë të avancum nga ana, jo vetëm nga ana ekonomike, po dhe kishin po botën kishin po botën paranesh, konceptin për jetën ishin filozofë... Mentaliteti, kona mentaliteti tjetër. Bota një filozofi tjetër, jetësit na kishim një filozofi tjetër. Fatkeqësisht. Pra ata kanë kënë gjithmonë ma të avancum se na. Absolutisht, edhe shqyqyr që jena, shqyqyr që i kena me na dhanë men, për gjana që nësë dina me i baka jere. Që i bojmë, menujmë se i bojmë bukur, edhe na... Edhe ashtë e që gjithmonë e thëjmë, Shqipnia madhe mu bashku, po na automatikisht ne na të bashku në mënyrë naturale. Fix. Ja, përshën aty ne i bojmë dëmë, ne i bojmë bashku. Ja, mos ma boni mu këthy ka protesta ta shëllë. Po, ja, ne i bojmë dëmë, ma besoni që i bojmë dëmë. Leni me atë qeverin ku jonë, se ne në shofin shërrin, me të thonë drejten. Nga qeverive, në të përbe tjetër, për nga njerëzve jena një talë, jena një kombë, dhe kjo nuk ka as kufin që na hek, as li që na hek. Fix.
Unë kam shumë shokë e miq, për shembull, kur i tham din shokëve e miqve tonë, se në tash tonë kena origjinën për diku. Shkodran të vjetër, ka po sa do. Edhe shkodran i vjetër diku ka me dojt, diku prej diku. Edhe i tham, adin, i kena marrë katunar tonë, ose i kena marrë malësor, mos i thuj marrë katunar, thojnë. Po pëso më për katunar tonë, janë katunar të mi. Po. Nëjnë ale rritmër. Po i do zë, po si po i ndojën. Am kuptan? Po që me dojën? Me do për i gurit zi, me do për i jubanit, me do për i vugatonit, për i kuqit, për i razmet, për i buget, për i dugagjinit. Për na vret zoti, më për na njëmër, na pak jena. Edhe mu do 700 copash na përku për ne, ma së me qashtë. Që po qesim në fund. Ashtë që gja. Në gjë, a pushove bal të fol? Ta bëj telefonatën me Pentagonin. Na këna dhe në i rrësht tjetër? Edhe i rrësht tjetër, pa tjetër. Qatë dushti, ta kam lënë dorë të lirë. O sa e kanë shme vjollës tije, me një të bukrën gjyrë, je një me dhere, me të pasun ty. O sa e kanë shme vjollës tije, me një të bukrën gjyrë, je një me dhere, me të pasun ty. Me të pasun du me ty me gzu, mos me mu largu. Me të pasun du me ty me gzu, mos me mu largu. Unë e bukura nuk jam, kara i fili bardh, me cerdë kanë shme kam, e të bajshej me ardh. Unë e bukura nuk jam, kara i fili bardh, me cerdë kanë shme kam, e të bajshej me ardh. Bravo. Ju falem nërës. Ja marki u matën e temen se ma i vedin dhe me që i di ti mos dy gërma po ja marrë me gen para tejet edhe me të gara ta gërma i kopi pos në gjepë dhe Manjol si Radio Post këto ose si Radio Shkodra por ti për i lidh me kënu kam pa ti dhe me kënu pëse s'ne këtu në dy rrashtë të bashkë. Po ja pra thash pra më unë mas teje të shta frendim për muska. Unë e kam nërë në këtu me ty me Manjol. Unë rrit me kong tuja. Ja ke ishte e bugri. Unë jam rrit me sonin tënë. Një në kom se të e hajtë Manjol. E kam porosi. E kam porosi që me i thonë Manjols, unë rrit me kong tuja. Bravo. Ja, unë qesh. Na mund të knoj me kong, bo është një refren. Ti ideali jem, mëse qoj. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me sili, e do na flasin nërsy, sa duhemi unë e ti. Po t'jemi bashkë në të dy, do t'na shikjoj me sili, e do na flasin nërsy, sa duhemi unë e ti. Bravo. Duheti pa funit. I komuniteti shqiptarët me Shikanit, orma. Me Shikan New York. Ja, kjo është, me qa, konga Shkodrane, është një 4 rreshta që e thojmë për kongën Shkodrane. Unë një fjallë po e thamë unë sot, moje men o shkrujen letër. Kongën Shkodrane e fali zoti për mas më kënu asë një kongë tjetër. Bravo. E bukur kja. Shumë e bukur. Këtë ka thonë Noizi, po këtë me kush e ka thonë, e ka thonë të kush, se të Po mirë, dhe thash kush e ka thonë. Ja, kjo është prej e Shkodranve, a kuptën si aja, Shkodra ma bukur midhë, vendi ma i bukur midhë e Shkodra ku kam le. Pra janë të tona që kanë dalë, që me thonë fundit, kurse kjo me muzikën, nej muzikë, kanë duhet ta këtë thonë kam përshtypjen se na jena në mohën e kështë për. Shkodra ka shumë shprehjet buka që janë edhe pa autor. Sepse dikur për shembull bë me pa hol, nuk ka pas rrjete sociale, nuk ka pas telefona. Edhe atëherë kam në një restorant ose kam në një kafe tanë bashkë me një kitar ditë, i kanë shkruar batutat e forta ose kanë shkruar një shprehje fortë. Edhe po shku modena vesh më zanit, vesh më veshje e kanë. E kam bile, imagjino atë shumë u fiksu në vesh, so e kam shkruar me notes telefonit. Se e tha shpejt. Po ju a thamun sot një fjalë, monën mend o shkrunin letër. Zoti kongën Shkodrane e ka falë për mas më uknu asë një kongë tjetër. Kja shumë e bukur, kja është të me thonë, kja i ven vullen kongë Shkodrane edhe artit Shkodrane. E si kam i pyetje,
I kam $5 tash pyetje. Pa. Se ka kalu orari falës. Ta $5 tash. Po na del të sfadin. Po tani me 3 Në skena dhe budget më. Ja, më në Jo, keni kisha net profit. qef se artistat në përgjithësi janë universal. Jo vetëm për shkakun se kënojnë, por kanë edhe një hobi tjetër. A ke qef me shkru kështu për shkakun ne ki bën një tekst këngë për veti, për qef ose e ke realizu, apo ke qef me bë? Kënga që bona i tash kurisha në Shqipni, bile që holla zonin, është kënga e tretë që unë baj, i kjo ka me kënë kënga dytë që unë baj edhe e kënoj vetë. Një këngë tjetër e ka kënu një kolegu jemi, Klinsman Lazani, që jetën në Shkodër. Klinsmani, shumë këngëtar. Po, djali mi. edhe kam shumë shok e bile atë ka dhurat, i thash këtë e ke, thash dhurat prej mejet, edhe emnin kënga ka dhurata, kështu që edhe titullin. Kështu që domethënë jam te kënga e tretë mark për momentin. E ke shkruar ti edhe tekstin. I kam bë me hap Voice Records, mund të kem diku te 40 materiale. Wow. Si kam një aty si më thonë, edhe nuk i kam thash, më shumë nuk ulem, nuk e marr atë. Jam me mundimin, se mundimi është torp me thonë, se thonë nëse që artist nga këte, po më shumë edhe koha, edhe kushtet si kam se duhet një studio, duhet i gja. Nuk jena në Shkodër që ke 300 studio, ka kohë, sa dush, ja që në studio muzikant i tho, vi, mas dite, a im mas dite të ko bo, kongën të ko qënis. Kurse këto janë tjera kushtet, si kena kushtet, për deri so e ban ti vet një studio. Me ba vet studio, sështë se të shu, o du të me punu, o me ba studion? O me ba studion, njësë po ka për qëtajt, po janë gjana që se kom vu veshin. Kaq, pra janë thjesht gjana që neglijenca. Nështë të shi ju dhe i fije pa krinin tonës, të është më pun pa. Pa që fari njët më i manjo. Hamër. Pa që fari njët, mëse janë ba me marrë në kënë telefon për Hamër, Në qa, nuk ka lidhe rinia shijohet edhe 60 vjeç, edhe 50 vjeç. Rinia des me Robin. Po. Am kupton? Po. Rinia, sa ke zemre. Sa ke zemre, në sot ke ymën, sot ke jetë, ke rinin mas vetit. E ke zemrën e re. Pa pra. Por, ta thash, ma shumë, kja neglizhun e kam gjone keqe shumë. Jo se jam pesimist në kuptimin e keq të fjallës, po jam neglijent i fije. La, hajtë ma se ta pa baj, hajtë ma se, pse se e di që ma ka folë zotë i zanin, e di që i kam, adin punë e kam për të rezidhan, po hajtë ma që pa, adin, ma shumë, që pa më duhet, hajtë se ta pa ulem në i ditë, edhe ishtë më i konë gjanët. Për di një është s'kina me po fejuam. Një aty hesët henesër. Në gjatë, disi thojnë, më ndajnë në shpia mjeshtrit, me të kokoditon. Fix, mjeshtri të martu ton Europën, e të me të vetë po gru. Pa, bro, kja halli moj maltas. Në gjatë, atë kërkojmë nuse këtu në podcast? Në cërë një kështë. Kërkojmë nuse për rikësi. Kërkojmë nuse për, a din soj mision, e sa njëri ka nuse për mu, e kërkush se kërcet telefonin. Për sa i herë me thonë. Ja, marë, të shton këtë djallë, e ton këta shqiptarë që na shofin. Ja, në gjabë. A ti diftojmë si e ki qefin? Jo me qefi dihet ma, do të pëjtë zëtë qefi, për shfa qefi. Po he pro? E pare i herë regullit, dhe me thoni pare, i kështu, first thing first, si e thëjnë në shkodran, të të me kënë shqiptare. Pa, një. E para. Shqiptarë, se ne shqiptarë të na shofin. Po mi më se muhet me kënë dhe i kubanës nuk i dihet, që ja përkthejnë. Po. E dyta, duhet me dojmos, me kënë, nusja jeme, si me thonë. Nuk kam unë kështu preferenca, edhe pse shumë akuzojnë që ti don yje, ti don mise, ti don modele, ti kështu, ti ashtu. Unë nuk kam pretendime, por kam pretendime që t'jetë njeriu, të ketë trunin e krytin e mushën i fije, janë marrina, se për marrina jam vetë që punoj në dasma e dale merrem me njerëz, aja është, dhe më thonë, budaleku marria që pa jonë, që si kërë është du të me pas me edhe në marrina, edhe mjafton që me pas absolutisht një punë, një të ardhme, se ta kanë me gjana klishe, më më nëjse, adin, thash, me kene bukur, adin, është... Tesh, sa se po... Me ta folë, zoti ma sanajna, zoti kënë të na prishmërit, me kene loj bukur për të zëtë ma sanajna. Atëherë më bekon të mam. Por, edhe gjyse bukur, si me thonë, e pak ma bukur se unë s'ka gjo. Dhe me thonë ti thu, njëshi dirë të dhejta, dhe pse është nënë s'ka gjo, edhe pse nënë big fans, unë e marrë me, nuk ka problem. Okej, pra në rego. Ja, se, në gjo.
Unë nuk kam dalë me lyp nuse, se Manjola thot keni dalë me lyp nuse, keni dalë me lyp nuse, sot, se me thonë, nesër e mrapa, sot dalin, mas si ti podcastit e mrapa e dini veqja, kontaktonin e të se, e dini veqja u mira telefonit të uta podcast. Po. E zë kisha pas shef me punë. Amon veç mos e myll Mark, amon. Ja. Me myll Manjola. Po ndërsa më pru një fenomen. Po. Që më mërë me ju prek ju artistave ma shumë, dhe kisha pas qef me ditë opinionin tanë, se opinioni jëtë ka vlerë kur anina dhe dikur tjetër. I po jetëm në një kohë kur inteligenca artificiale po prek muzikën, po prek artin, po prek poezin, po prek të gjitha këto që diku janë quj talente, ose disa njerëz si punë e juj, e kanë pas talent dhe e kanë pas, një jetë tyne. Dhe më thanë, si e prit një jo artistat këtë fenomen, edhe si më thanë se ardhën e kom ardhë? Për zotën tonë, a do tjetë konkurencë për ju, apo do jetë... Se shëftë mirë heq. Po, na jo më se konkurencë s'ka se aj që ta Nilsin, dozim Nilsin s'ka me gjithë me AI, e para punës. Aja është pak po e sigurt. E vetëmja gja e keqe që unë për shembull nuk e du heq. Drejtën ta thëmë. Por jam edhe i po aftyri që thëmë i kam bo një të tre gjana. Por nuk është se ta jepat mëra atë knatësin. Unë i thëmë për shembull e du ma jep një kong me kështu, me motive. Nuk ta jepat si me i thonë kompozitorit. Apo din që unë jam shkodran, po. Ma ba një kong si me thonë me këta motive, ose i kong shkodrane, ose i kong Shqipnis mesme, ose du me e bo për shembull me Gzim Nigra, me Fatmia Barçani për jugut, ose me një këngëtar prej Veriut, më falni për lapsusin. Ose du me ba me një këngëtar për jugut, me Majën, me Ponin, am kupton, nuk e ka AI atë shpirtin. Kam një shumë kong, kanë dalë shumë kong. Atë mi më thonë drejt Zotit, edhe pa thamë sat edhe, mas më qofë Zotit më pa ma ata njerëz. Ma kanë shpif. Kjo është, nëse dënë mendimin tem, pasha Zotit. Unë thosh, unë jam një i pa aftyrë që po e thamë sot që, po ta thamë me zonë me figurë që edhe ma kanë shpif e si du hiq, por edhe e marrë një mendim. Marrë mendim. Po jo kur me shku që një kong me shku mu bo AI. Më rriti puna që konga që përfërcoj Shqipnin në Eurovision, ashtë bo me AI, ashtë bo me... Bota, mori shoke, mori zëtnesha, bota e gjen direkt nësa është bo me AI. Nuk lejen bota që ti me boj kong me AI, e ti me përfaqësu një komp të tonë, edhe me thonë, sa mirë pasa punu kompjuteri për ty, mërë zoti kompozitor se shumë mirë, hajde prap vitin tjetër, e shala për ju punën kompjuteri prap, e shala për ju fiket një kompjuteri, edhe bo një subscription e muj për muj. Doesn't work that way, nuk funksionon, për mendimin tem, pse? E para herë ti ju t'ja hek tëna vlerat kompozitorit. Kompozitori herë mërë 0 vlerë prej këti moment që ja fut inteligencë artificiale. E dyta, këngëtarit i ik vlera komplet, totalisht. Muzikës i ik vlera, muzikës autoktone, muzikës popullore, muzikës të letë shqiptare, ti po shef, nuk janë të u ba ma muzikë, përveç Alban Skenderet, mërë zëtniz. Unë atë artist, unë adhuroj Albani, unë ja thëmë, në gjdo vend, gjdo intervjist, gjdo biset, për mu Alban Skenderet, dhe s'ka ma. Am kupton? Shife sa të bukra, e sa autoktone, e sa... Që me thonë, më qështë e nërtimi, fraza, fjallët, a i të me thonë nuk ka me i hy AI në mes ati loj artisti. Ashtë nërtë vetëmi që s'ka me i hy në mes. Masa na e kam në gju tjere, dhe në kompozitor që dojnë, banja ma se s'ka në i gja, se në në i manë. Po flikësha me dike me i kompozitor, adin, o tha, për zotën, Maril s'ta më kanë një mu, mërë burë, thësë, adin, nuk ka keqë ta se ma jep i dorë, ja mërë burë, thash parë zotën. Ja, nuk ta jep dorë, o ta bënë tono. Pra, atë që pësuti, për mëndimin dem, është që sa do që inteligenca... Njoj sunoko, qavaj, do të mu shi gajtja, njoj do të mu shi, kom të mi vu flokën. Sa do që inteligenca artificiale, ka me arrit kulmin, prep, aja që është në natyrshme, aja që linë, kur nuk ka me kene barabartë, ma. Ti kërkoj inteligencës dhe artificiale me ta boj kong me motive kështu, më fut fizarmonik, më fut klarinet, më fut violin, kong shkodrane, më bën për dërë za moshkujt, za fenet,
Po nuk ka më me ta bë, si ta bën kompozitorin Shkodër, e si ta kënon Bujari, e si ta kënon Adnan Bala, e Hajro Pepa, e Ilsi sot, e Klinsmani, e Lauriani, Kleri, ka shumë më filma përmend, po përmendi vetëm këta djemë të ri, se ka vojza shumë mirë të talentume. Mu ka desi Orieta, Eleonora Luca, Adinina Core, ka shumë Shkodra, so, prandaj na jena krenash, jena shkodrancët. Ilzi, po duhet me theksua diçka tjetër për mendimin tim që mos i bim nesh as vetes, as njerëzve tjerë, kjo inteligjenca artificiale nuk është e mirë kur e përdor ti si artist. Sepse nëse unë du me bëj këngë për qef, Marko s'din me kënu, Marko du me bëj për qef, kam fut tekstin teme, kam bëj këngë, se kanë dalë ati sa njerë që i bëjnë disa këngë të buket e artificiale. Po, e kuptoj, aja prep diet, aja është, unë e di sa është inteligjenca artificiale. Po, kur e kënon, Ilsi ade me një këngë, atje e ki ba me inteligenca artificiale. Inteligenca artificiale për mu. Jo, aty e shofë... Nuk të kodol ty halo, më falë ma njën, nuk të kodol halo ty në i kongë ma bukur se qefi bëhet me Shkodran. Se ty shko me ta përfil kush ma Bujarin. Ka muet me në Bujarin, mësë nëjna si, po Bujari e dina e njofin, po, kodol i ka kongë për Shkodrën, që anë të budaliqe mërë, kujna të shku mërë. Po, ja mërë për qëfar, nuk ka shansë. Me ba për veti, mua zi është. Unë kam kënumër 2-3 kongë për ditlinje, 3 bile mune me kujtu, 3 kongë për ditlinje, që njerëzit që me thonë ti për shamu, ka ditlinje një fëmija, ka ditlinje në motra, vlaja, nana, baba, edhe apo ma bën i kongë, i kjoja teksti, i kjoja apo ma kënën. Pa marë për ta kënaj. E ka bëha kompozitori, i ka la një kafe, se ma ata për të ty nësë, të me t'i jonë. A fala nese, a mu ka thonë qatë kam bërç. Pa jamar i ka thonë, i thash, nuk ka, unë si ka marë për sotem, se më vjen tërp, se nuk ka lidhe leko. Kja është gjatë qirë, kur e bën ti për veti për i familjarë tonin, dhe me ja po surprizë, qa ka me të marë lekun, për mua është nera, knaqësi. Sot e bën me e jaja, i fut aty, u bën 100 vjetë shpirti mami, shpirti babit, po që vlerë ka ja? Fote mami happy birthday për një YouTube edhe kënaja dhe o seksuat i linjen shqipe dhe këtyje. A më kuptan, nuk është, pra ti e thu që ka vlerë, po ku po shkojmë në mërë? Ku po shkojmë në që marrë në me këtë punë, që të në me jetu me këtë punë? Në mu nuk, në kuptaj, ne nuk në efektan, nuk në aprisha se vaj punë, po publiku e pa confuse. Ma mërmenja se i tesh për i tesh ka me kalu një periud konfuzionit, si me thonë, kanë mu përplas të dyja, por... Në njëna me tjetën kanë mu përplas. Po jo, edhe lehen pak artistat e vërtet në hije. E këtë përëm të fanë. Sepse s'ka me të një kushty, ka me një e jaje. Ka marrë dita që kanë mu da prep të dyja. Njerëzit nuk kanë më shku të aja artificialja, po prep njeriu është i disponum me gjetë originali edhe me shiu originali. Po me për shembull këta intervista që po japin këta që janë pak si ma të meqëm, thojnë që kanë mu këthy në bota e robotave, e jo ma me njerës. Po neze, po na flasin të shi këtë nivelin tonë, se po jo, për atë po thonë, mund në me në botën kur shkojnë atje. Në po flasin, unë për shembull pa marrë më falë se ti në është të me folë për nivele shumë, unë pa marrë nivele... Jo, kuptaj, jo. Këtë nivel pa fikë shalon. Të marrë nivele, po të nivele po të nështë me të rësën heqë. Na flasin gjithmonë. Se a kesh përdore, kongën e Maria Carey, ata bota ka drejta autorit që i pagun miliona $, në përshqyqe, që merët vesh gjanë se... Adin, nuk e ke i denë se në që të lashe shkën. Kisha qef me e një për kur e ka ba, kur ka kënë koha, sot e fut në inteligenca artificiale, ja jep një beat, një ritëm si të ushti, që ja fut edhe i strof ekstra që s'ka egzistu kur, thu qa më, ku se këna një këtë? O, jam ashtë me AI, kam një DJ më të fut kongë, ndas më të fut kongë, qa bani më i thëmë, që më fut kongë, ja pas serenata, po heq mërë. Kisha qef me një për tejet, sepse është nëshë me një për një artisti këtë përgjigje, e nëshë me një për me, që nuk e kam si më thonë atë lidhjen me artin si e këti. Edhe a shumë e vërtet këtë që thuti, edhe uroj dhe shpresoj... Unë jam kunër, mund këtë që janë uroj edhe shpresoj që sidomos për artistet e kam fjale, mos të përzien shumë e aj, sepse të mundu me arrit vlerën vetit, mendoj që kam me ull vlerën vetit. Vretit edhe shokve. Se njëri, për shumë çdo artist, ka nivelin e vetë në një shkallë. Edhe ti në kjo se e sforconat me inteligencë artificiale, ti në vend që me arrit vetin, më mërmëna ke me ull. Që aja që mendimi jatë që dhe ti edhe opinioni jatë, për mendimin dem është i duhuni, edhe i shala ata artistat tonë, e kam fjallën,
bin dakord ata me ty edhe njekun atë rrugën tonë si Problemi nuk është këtu Mark Emanuel, nuk është edhe ti Elvis. Nuk është problemi se tash po bëna serioze, shiqur zoti merr momenti me fol seriozisht. Nuk është problemi se po e bën një këngë, le ta bëjmë, nuk jam marrë kundër njerëz, po i të zot se ton çu se ti ka rrishmën e vet. Ban këngë shohat kap 600 milionë views-a. Mos e qit marr vëlla, mos u bën gazi boc, po më për veti. Am kupton, i bojnë reklam dhe me e qit në çdo faqe, në çdo televizion, në çdo gjë, me e qit këngën. Po ashtu ke si tha ti. Ka me kuptu një ditë që kur do të shopi për sheqet e ka me met, mos më thonë, për zotin. I kam pas bërë ata këngë, pa ta bë me AI edhe ta jep AI idenë se si më e bë. Po kur shkosh te kompozitori, ti s'mundesh më shkomi thonë, "Na, mani kët mark", edhe ishte të këngën. Me edhe fat se ta fus telefonin për fytyrë, edhe mik në del për jashtë. Ai që është kompozitor, ai që s'është. Malis, po ta hallin kompjuter, po sa ti bëj dy gjona. Edhe ai që do të bëj këngën, ai ta bën live band, shkojnë muzikantët luajnë live në studio, edhe ajo është kënga, nuk ka kënga me tiriri u bë kënga. Edhe çfarë ai mëson tan në rrjetet sociale, që sapo I kam kënu, bjundeve, bruneve, frigoriferit, lavatrices, dhomës gjumit, kamrës, këtyn dritave këtu, po sa është mërzë kanë bë këngë për të na sanë shtëpiake. Kanë lënë kafshë shpend pa bë këngë. Nuk bën, edhe denat pik nuk bën, se ai kaç përdoret. Ajo gjë e bukur që ta dhon, kjo është gjë e bukur. Mu përdor ChatGPT-a in general, në përgjithësi, është gjë që na dhon njerëzimit si dhuratë, si gift. Përdore mërzotni për smarit. Përdore me bë diçka të hajrit, përdor. Dakord më ke shefin tim, prapse po dukem si smiroshe, po thonë njerëzit, ka dhe kundër edhe pro. Nuk thamun në atë pjesë. Po përdore për veti. Nuk mas del më po. Kanë pa thonë gjella me kryp, krypa me zarar. Kështu që edhe nuk mundesh krypa me karar, më falë se e la me një meme. Por është gjëna, abuzimi është tamam taja lezeti, me kanë pak për lezet, jo me marë. Pyetje tjetër, se ne jam falë. Tash është të fillu marë, Ja. Alo. Jo, kam thonë marak një këtë telefone, duket sikur smes më abeti po jo përgjish në telefon. Jo, përveç aty në festivalet që ki marrë qysh që I kanë fëmijë, ki marrë edhe çmime, dihen, janë të dokumentume, por the që ki marrë pjesë dhe merr pjesë në përdasma. Edhe shoqëri që kena familje shqiptare, si këtu në Amerikë, si edhe në vendinje që ala vazhdojmë e hengon qefet, I bëjmë muzikën shqiptare, e marrim traditën. Këtu, çfarë përshtypjet kanë lënë dasmat në Amerikë, të shqiptarët e Amerikës, me shqiptarët e vendlinjës ku janë në Shqipëri ose në Kosovë, domethënë a ka ndonjë diferencë që shefti apo pak a shumë është e njëjta traditë, e njëjta diferenca unë 90, të mundë me thënë 90, po pa marrë 70% dasmë, unë I baj në Shkodër, nën Shkodër e mi Shkodër. Pra, thash, katunet rrethot o Shkodrës, Shkodran, edhe deri në komplekse me thonë, se Malësia ka tjetër kulturë, ka tjera këngë, tjerë këngëtarë që kanë atë qefin e vetë. Po vazhdisht se mund t'je le rrit në Shkodër, ato marrin mu për një repertor të caktuar, atje kanë qef ato këngët e veta, normalisht. Edhe që nuk absolutisht se thash, nejna një dhe kanë dorë të lirë me bëtë që ndojnë. Këtu për shembull dasma e luks. Dasma është luks. Këtu ke 4 orë, 5 orë muzikë. Unë kur e mendohesha që ne filloshim dasmat në Shkodër 9 sa hoti, smarrute dasmat deri në 6 mos me të kanë me shku në shtëpi më valla. Vor do me shku në shtëpi. Atë mos e ske fëmijë me rrit, hajde o 2 këngë thotë. Po çfarë 2 këngë mos e kam qysh 9 se të knaj më vor. Po merr këun e dytë po do të shefi. Pra këtu është thash, dasma luks, këtu fillon në 8:30 kur mund të fillojnë dasma më e vonë, në 12 ul automatin e zotnia. Vesh në një që ka pare fort e thotë e ka shty deri 1 si me thonë në pareli. Maksimumi pa ja këtu s'bëhet fjalë me shku 2 3 4. Do të them 5-6 do që ja budallek. Atëherë ndosh lokali ku mlandhesh për shef, I përgatitur mos anajna që do ta gdhish në lokal. Lokali është tjetër gjë, vin njerëz të muar këtu, është si gjys popit lokalet ku kënohet muzikë shqip. Ne po themi më shumë se te kafet, se me kanë në restorant prapë dhe restoranti ka një time frame, një orar që do në 12:30 ti mbyllë muzikën, I don't care, të mos më të rrëson, atë fal kush pare ty, as të fal kush, nona baba me të fal me kënaj këngë.
Në du me mju se këtu ka rregulla tjera, këtu ka krejt ligj tjetër, shtet tjetër. Atëherë kalojmë të shpenzimet. Shpenzimet absolutisht që këto mund t'jenë gati njësoj, mos qërë se në Shqipni nuk I bajnë dasmat ka që shtrajta. I bajnë. Dhe me thonë, një dasëm me bo, s'po për me në jemen, se po ja thëmë mrapa, kur të mbyllim intervistin, me bo diku ka legja atë diku. Se e morën vesh njerëzit se ku, unë kam një dhe shifra dhe 70.000 euro. Sa shkon në Amerikë dasëm, 7.000, 150 në i super dasëm me kankëtare me hy. Shkojnë aty 300.000, mështë dhe pa matë mirë të strafë, normal që kanë me të kushtu. Po një dasëm normale, me 200 vetë, me hangër, me pi, me heng, me muzikë, me dekor, me këtë, 100, 110, 150, 110. 80 në Shqipni, Shkodër, në Tiranë, 80, 70, 80. Më kuptan, pra, ku kujnë të shkuj, janë goti qmim Ameriket. Më kuptan, pra, për qmim nuk ka se, edhe nivelli muzikës është, mendoj unë, është I njëjtë, sepse, thash, një ata DJ që e bojnë muzikën në Shqipni, shumë tashma kanë arë këtu, e dinë se që dojnë në Shqipni edhe e bojnë këtu, ko shumë që kanë medhë mrapa. Ndan, kja është pjesa që, ko që kanë medhë halo, dojnë kongë, se me thonë, qa me thonë të kongë viteve I qënë para erës tonë, edhe ju se kyna, pojtë do zotë ne kënojmë të namas anëna se kur I para njerëzve ka kry mobeti, ke marrat vendim që me kënu gjithë shara dhe me kënu për të tonë, absolutisht trevat e krahinat, por e shof që nuk janë updateu shumë, nuk janë updateu, pra kishte këta këngëtarët e ri, na këngëtarët e ri që kena ardhë, për Shqipnijet e kena pruat atë modelin pak shqiptar, Shkodran dikush, Korçar dikush, Tiranë dikush, Dibran dikush, Tropojan dikush, aromen e re edhe frym të re pak, sepse kanë met këngëtarët njëtë. Në kuptan, pra, kena met Luel Buka ka Tirana, Luel Buka ka Tirana, Lalo Gëjtë Sirosa, të manku që me i belholl edhe, qefi bëhet me Shkodran. Ku me e marë me thonë qefi bëhet me Shkodran, sa kongë që ja bëhet tash sfunit, po, kongë që me thonë, edhe shumë mirë që I dojnë, nuk thamë se. Asgjeru si me thonë rëpër. Por asgjeru shumë, absolutisht asgjeru shumë, edhe këngëtar tjetë është I venë pozit. Kanë fillu edhe ata me kënu skifterin e zajme, sa me bëhat pjesën e rejpit, se e bajun. Sepse, ja don puna, ja don atmosfera. Po atëherë pra duke me dalë ti për kongëve Shkodranës, se pas ka najtë nujnë atuja, ti dele herë në difta në I kongë tjetër? Unë kënaj gjithë qa. E bile kur isha në një event diku po kënosha, kam përshtypjen po kënosha kongë veriut, diçka vallën e Rrogovës, edhe mu afru një pa I Shkodët, qa në ta kongë marrë, kongë Shkodrane marrë, përse të thashin, najna shumë kësho, ba, s'ka matë nëjtë, kur vjen puna me ja prish punë, shatë bona mërë zë, fa I thash, hajde, shok I babësaj, thash, hajde, me mikrofon dorë, hajde, kur të kënaj në bërë shpis ta në I thash, më këtan kam e kënu qatë dushti, dhe kur dushti. Këtu I thash, ullu na jënë, se nuk mund të thamon gjatë ati për I Gramshit, e ati atje për I Tropojit, ati për I Qakovit, që unë s'di gjatë atje dhe vlavet e më kongë Shkodrani ti, ndaq me më një gjumje, mas daq hajtë shnem. Që që këtë gjatë nuk mund na me bon, nëse kena zgjell, që na me dalë para njerëzve, para një publikut, do t'i përgjigjesh deri në fund. Tash ka kongë që s'ta për shtatën a pun tjetër, po që do ta knojmë me ja bëhat shefin, absolutisht. Tash çfarë lidhjet ka mund me Tropojën? S'ni lloj lidhjet. Çfarë lidhjet ka mund me Gjakovën, e me Pejen, e me Gjilanin, e me Prishtinën, e me qytete tjera, me Kumanovën, e me Strugën, e me jugun e Shqipnisë. Asnjë lloj lidhjet. Por është ajo që unë ja knoj e ja respektoj muzikën, e ja knoj mëna kontureve që mos më ja prish këngën, mos më ja deformu. Kjo është detyra jeme që mos më ja deformu këngën. Elvis ti mundesh me ma konfirmu nëse unë e kam bëhat gabim, ma tërhek veshin, por nuk mendoj që unë si me thonë, më falë, më ka një këllë fjallë shqip ka herë, bad intention, ashtu me zemë të keqe, me dasha keqë si kurs me dashje. A kurse mundet me nëllën, diçka nga të një teksta I fjallë a I gjanë. Por të thash, kur kam marrë përsipër me dalë me kënu para njerëzve, për mu janë tani saj. Unë I respektaj tani saj, unë s'shaf mu, as ka hinë, as pa I ka jes, ku jes, sa pare jes, për mu janë tani saj. Më vjen shumë keq, për unë I trajtoj tani saj. Bravo. A deshe me në kënu në kongë tjetër? Se me që me folë thuge, pilpil ti. No, pilpilos pak.
Tu man kuqe moj belho, ma bën me si, ma bën me dor. Tu man kuqe moj belho, ma bën me si, ma bën me dor. Ma bën me si, ma bën me dor. Të pret djali në obor. Ma bën me si, ma bën me dor. Të pret djali në obor. Bravo. Ju faleminderit. No, zama. Bravo. Kështu që na tani dojmë unë i kam shumë qejf bile tani këta. Këngë shqiptare janë të bukura, folklorën e kena shumë të bukur. Shumë pastër. Shumë të bukur, më kupton, na kena muzikën shumë të pastër. Kena marr pak, më kupton, pak prej tana gjona, po shqyr Zotit. Edhe po e thëmë bëjër të pojë, letë më shikoj njerëzit, letë mikin followers atë dasmat. Kena marrë ndoshta pak kina niku prej kulturave të ndryshme që kena offer. Po normal, do të thonë është normale, nuk është. Është normale. Kupton, është normale, po Edhe kena ato marrë ka marrë pak prej Zotit tonës. më të mirën. Po. Kjo është gjaja mirë, që kena marrë gjan më të mirë që kojshit ton, më kupton, që do për fat mirë, do për fat keq që kena kojshi. Po se. Nuk kanë dhënë, si më thonë, kena marrë. Nëse ne kena marrë se të për shpirt sa kishin dhënë kurrë, Normal. po e kena marrë pak. Edhe atëherë ata kanë marrë si tha Manjola diçka dhe tash na bojnë sa që vjen këngë ja ka jona ja ka është tynja. Por e koha masana është si punë këngë lulet mojit. Dikush ta tash po gradecit, dikush ta ja këngë rumune, ma thanjeni këngë armene. Ka çetë ti këtë thonë. Ja, do të thotë Këngë armene lulja mojit i thash. Lulja mojit pjena shiku e ka po. I thash tu 100 vjet para, po çfarë? Po thamon 100 vjet më falni se. Po para shumë vjetve si më thon. Kjo është këngë shkollore, ja shpjegova bile historinë e këtë. Ja, unë kam një, thonë për njerëz, thonë kështu, po ja, për Shkodran edhe se pas kam një. Ja. Ta në qytetet, tha, e të kam diti këtë këngë lulja mojit, po në Shkodër dhe se pas ka le nuk e kam ditë. Ja, në Shkodër si burrët. Mi thash në Shkodër, ma ka le, ta në gjënë të bukur. Marti Laçe dhe. Ilsi, Marku, Manjola, këta në Shkodër kanë le, tonë të bukur si ma. Po veç Elvisa, ka le, pak mua naj, si ma thonë, ka le në gjabije. Në nëzorë me gjabije, në nëzorë, veç sa është Elvisa. Ja, na kena le në rëska të lek. Qyre, na ka kena kojshi. Ku ke kënë ti? Në Sarreqo, 2-3 kilometra në? Ja, se ima që fallë Shkodrës, 2-3 kilometra një të ofër. Na hupe. Na hupe hartën këtë. Ofra. Na toni saj më jena, Shkodra mrekulli më. Shkodra është mrekulli. Si nuk është rasti që kjo ardhë me Michigan, se të kjo ardhë me Michigan dhe herë tjera. Ka marrë shumë janë Michigan, po, ka marrë. Michiganin e du, janë njerëz që mu mdojnë bile para një mujit u bo nata Shkodrane këtu. Po pra të isha me tonë e majde fjallin, bravo. Se të kapa aty. Kopën qushë, a që si që e kam pak si të ojën, më ka në ronja 2-3 herë, sikur që s'moj me në kush, përveç Manjola që nuk moj me në kush tjetër, por ja, falemnes Jolit e falemnes Elvisit shumë për ftesën sa viti 2 që unë marrë pjesë, falë tyne se ndoshta kishte ka një organizator tjetër, mund të kishte marrë, nuk po thëmë dyke gjë, nuk jam xhelos, po në kuptimin që mund të kishte zgjell këto tjetër përveç Ilsit, por falemnes për respektin, për konsideratën, sepse nuk ashtë pak, për me kënu për njerëzit tuj, për me kënu për komunitetin në përgjithësi, sepse aty atë natë nuk vinë vetëm Shkodran, aty ke edhe veriu, si me thonë, në Malësia Male, Këtë për edhe mi veri, pra, ke jug, ke Shqipnit mesme shumë, ke Kosovë që kam taku si mjetë, pra, ka njës për i tëna krahineve, tëna rëdhineve, kjo është gjanë shumë e mirë, po kush i bashkan mërë? Veç Shkodrani mërë i bashkan këta njës, se si është bashkan asë kërkush tjetër. Me kënë Shkodran, ta najba. pra. Pavarësisht se Marku ka thonë kujtoj herën tjetër s'm pëlqen një shprehje, por sonte s'po banzose ta kalon ty për hotër. Ja, a dim se nuk pëlqen, nuk tham se nuk pëlqen, por kur e përdorim pak si shpesh, duke se bëjë fije bajate. Bajat. Kena bëj fije bajat. Pse? Sepse unë komunikoj shumë edhe me shoqërinë time që i kam priton. Jo Shkodran, i kam priton në zonave ku ka shqiptar. Edhe ata pa i thonë kur ran, ata thonë, ju Shkodran jeni kështu, ju knoni bukur, ju luni sport, ju bani këtë. Kështu që na nuk kena nevojë me thonë na Shkodran ta ne i bëjmë, sepse e dinë të tanë se çfarë bëjmë na. Fix. Pra ne na tham kur e përdorim, unë e përdor ka herë vetë. Edhe me dy kuptime, kur i thonë thik me dy presa. Kur përdorin pak si kur bane gjatë keqe thonë pa pra, Shkodran ta ne i bën. Shkodran ta ne i bën pra, bane edhe këtë. Unë si na dalem për mirë, si na dalem për keq prap Shkodran. Shkodran, ta na i bën.
Edhe unë kam thënë diçka tjetër, na shkodran të përgjithsisht shqiptar, por në periudhën më të vështirë që ka pas ndonjëherë populli shqiptar në kohën e komunizmit, kur varfënia ka qenë në maksimum, kur kushtet e jetesë janë qenë jo normale dhe jo njerëzore, në pikën më të ulët ku njeriu mundet me shku, prap Shkodrani i ka pas në pikat më të larta humorin, sportin, ka pas dashnin për jetën, pozitivitetin, ka po larg, ka po më varfërisë të skojshme. E ka kalu atë varfënin, edhe ka arrit në pikat më të larta për sa i përket artit. Tërsi na kalate Barcalet. Nuk ka pasur kjo është histori e vërtetë, po komet është këta si Barcalet ku ka shku dikur çoft largu. Çoft largu është numri 1, po kjo numri 2, kjo Ramiz Alia, ka shku në Shkodër, edhe dikur pas ka dalë Shqipnia me vendin, me jetesën, edhe me ushqimin, me ushqimjen më të mirë në botë. Edhe ka shku në Shqipni, në Shkodër, i ka thonë shok ka dalë, su po flasë si janë verë, fal. Edhe i ka thonë, ka dalë, si me thonë, Shqipnia, ne kemi dalë vendin parë në botë për mirëqënje edhe mirë ushqim. Ja, o banjë, nga fillu me që shok, i ka thonë, pse po qesh? Ka thonë, kjo është turp, nuk bën me që fjallët e tyne. Ka thonë, jam muar shok, Ramiz, ka thonë, unë veç i pyqje, i ka thonë, kam adin, po më banë kurioz, me që jena na, vendi i parë, jam kurioz, që do të hojnë vendi i dytë, marë së A kuptan të shqipta Shkodrani. A kuptan, ti shkën Shkodër talësh me Shkodrani, i thuj, jena vendi i parë, na për mirëqenje, e për se hojnë mirë. Komunizëm, partit punës. A, thotë, kur jena na vendi i parë, që do të hojnë vendi i dytë, marë së ata as buk thotë, si me thonë, mos të pru gërgjohë në fundit. Po ka shumë si Barceleta tjetër, ka kena një shkon në Tiranë, të shtëpia e Enverit, nisë me hangër barë. Po ty ishin rojet, ushtarë, nuk të leshin. Thënë, që përnë aty mu? Po ha barë mu. E këmë në në i thënë. Dhe le Enverit, thënë, që vendë marë tjera aty? Po ha barë, thëtë. Po si më përhanë barë? Pa ki thënë, thëtë me hangër barë, mas me ashtë i dojnë anëmigut. Që pa ha barë, Allah. Që më mi pa ha barë, edhe armigut që është i dojnë kërë. E kështë që gjithmonë edhe në kofësia shqiptari, edhe Shkodrani a mënu me qesh, me kënu, me fol, me i bajtë të tëna. Një karakteristik tjetër që ka Shkodra, që pa të projmë në të fol, e kam diskutuar me Elvizin, me Manjoli, me Gjanin, sa herë, që nuk ka rrugis në Shkodër, që nuk keni shpirtyne, që jo vetëm që se ka një artist, por mos ta ketë një instrument, o kitarën, o filharmoniken. S'ka rëndësia ti miro, Elvis. Se mos mendosh ti suni kam 3 kitarë në shtëpi, po s'di asnjëherë s'miro. Është komoditet. Për shtëpinë me ta si më thonë se. Për Shkodranin është komoditet, domethënë është një diçka që po s'patë një vegël muzikore në shtëpi, sikur është diçka bash. Unë mundem edhe me ta, si thojnë në anglisht, me ta breakdown, me ta shpjegu këtë gjë, se pse kjo punë ka ndodhur kështu. Unë kam një respekt edhe një adhurim të jashtëzakonshëm për fen katolike edhe për priftërinjt katolik që janë ekzekutu, janë myt, janë internu në kohë të komunizmit. Ato Shqipnisë, s'po thojmë vetëm Shqipnisë, po Shkodrës, i kanë pru një art ndryshe. Pra ato i prunen artin prej Italiet, i prunen botën Shkodrës. Ata i prunen muzikën e bukur, po me Frednit Francescan kanë bë këngë shumë të bukura, kanë bë tekste shumë të bukura. Edhe një ata ai psikopati si thosh ai mos u dhiet më emri. Një ata i myti, pra ja preu jetën mes tonëve që nuk e di se sa janë falni dhe se me bë lapsus se me përmend shifra se sa shumë klerik katolik ka vra, me po gjua doli Sarreqi, unë jam i besimit musliman, nuk prandaj thash i adhuroj nëjna tonë shqiptar, nëjna tonë shkodran. Po kur vjen puna për me indaj, për me mba me fol, unë kam një konsiderat jashtëzakonshme, sepse nuk ka pas familje katolike, ba me hy 90%. No, është në 99 se të projmë, 90%, edhe kështë shumë drejt, pra na i ta bojnë këtë thymjen, ndamjen se unë kam jetu deri para 8 vjetëve në Shqipni, edhe unë e di se kam hynë shumë shpia, i kam shumë shok e miq, edhe të familjes, normal, po edhe shok të mi, besimit katolik, e mos në shpi një aty në Sarreq, gjohat dal një aty rrotu, jina rrit. Nuk ka shtëpi katolik vetë vjetër të Shkodrës si mos ta keshti një violin, a një kitar që i kanë rënë dikur në proborë, ai bin halasat, ja kanë trashëguar fëmijëve, ja trashëgojnë nipave e mesave, por kjo është gjë shumë e bukur.
delte pjesa e muslimanëve, ke fizharmonikën, ke klarinetën, se kena marrë ka muzika. Thashëm pra, kena marrë ka poezia pak. Nuk thëm se na nuk dina me i ra violinë, nuk thëm se na s'dina me i ra piano ose kitarës, por e kanë pru si kulturë klerik në fillim. Edhe ja kanë fut në tru edhe janë mundu me ja përcjell në mënyrën më të mirë të mundshme të tonë komunitetit. A më kupton? Por jo tonë musliman të shkojnë kish. Pra, ata e kanë thonë, si me thonë, e kanë bëhet gjanë e bukur, e kanë shfaqet e gjanë që i kanë mësu atë trunin e tyre të mirë, e kanë qu në kish. Ato katolikët e mirë që kanë shku në përmesh atit vedile, e kanë shpërnda në për tonë njerëzimin, në tonë Shkodrën, në tonë Shkodron, në tonë Shqipninë, në tonë Shqiptarinë, masanaj. Unë bandaj thash, unë kur vjen puna mu përmend kështu, unë nuk du me qa, unë kam kënu shumë janë kisha, kam kënu për Ilirikumin që është një nëndeg të qëmë artistike të kishës spajtenve. Unë kam hy mo shumë, e kam kënu mo shumë kisha se në xhamia e se në vendet tjera klerike, edhe unë di me thonë që ashtë prapa ja që i përmenda në fillim që ka pru Italia, që ka bo Shkodra, në Shkodrën të shte, janë do njërës të heshtën që sot sjetojnë ma, që janë vra barbarisht për regjimit komunist, ka pasë edhe besimit musliman, janë vra dhe hoxhallar, e imam, e dervish, absolutisht. Por ato kanë kënë të shkollum në një shkollim pak më ndryshe, që muzikën na edhe si fe disa janë shumë radikal, zban mu kënu muzika, do bojnë shumë muslimanta që më falja se nështë ajuna, edhe thonë janë s'nima muzikë, janë s'pajma muzikë, janë as kënoj as në gjaj muzikë, kurse pjesa e katolikve, na po marim ato katolik të Shkodrës, ata zëtnit, që të thash që ka rall gitarës, ajken me vite, të shif kompozitor që kanë lanë, këngët, serenatat Shkodrani i kanë lanë ton kisha male, ora male, sarreqi. Ton a hengun, e konon ton pjesa, pas Shkodra është ndome, si me ndome thik. Që i këtë muzikë, na tonë të bojnë bashkë muzikë. Ama, i këtë muzikë e kam pru une, e që sa bukur po ta jap ty, i këtë ma ki pru ti, e ma jep mund është disë pak me në për tasma, e a henqe. Kjo e banë Shkodrën, më fali së mos të futa pak se shumë prej që pjesa dhe kam qef shumë me po kjo të thënë që jina prëp tonë bashkë, edhe nuk kena dallimet edhe e kena me dashni atë që bëjmë në Shkodër. Kjo e banë Shkodrën, edhe ma madhështore, kjo që të ti, sepse pavarësisht se na tonë kena një besim personal, Shkodra është një trup i vetëm, edhe muzikën e artën e këtë kena ba bashkë, të e këshetu bashkë, ka dalë ma bukur. Se mas ta kishëm këshetu bashkë, nuk kishë dalë ka që bukur sa është, dhe ka që me vlera sa. Po të thash, kena pas edhe njerëz shumë të mirë, kena pas të shkollum shumë mirë, të dy besimeve, shqyqër Zotit na kanë lanë shumë, kena mësu shumë në breza prej tyne, si që do të mësojmë, inshallah dhe fëmija, tash edhe brezat e ri që folë me parë, inshallah, e përcjallin atë gjanë e bukur, atë artin e bukur, e gjanë e bukur që mësojnë, kudo ku studiojnë. Në gjë, Elsi, ose ke thonë edhe herët fjallën, por planet e arshme. Ju i herë s'lekeni me folë. Ju pas keni problem të marrë, s'lekeni me folë, po. Më një të mbarojt. Prap reklama, që ta po myti, prap reklama, da po thë Lvizi, minus 100, so e të fletë. Planet e ardhshme, unë të thash, i të ditë që kam kënë në Shkodër, shkova në Shqipni, najta një 4 ditë, një që e kam mundësin. Hulla Zoni regjistrova një këngë të re që të dalin, kam përshtypje një sholla mena veret, kam besoj, kam kënë kejt e krime. Titullin apo ja? Titullin që kam vu, halo, për ti e sa ta marrë të klonë, po me nëjë titullin. Edhe atëherë pjesën tjetër nuk është se kam nëj plan shumë të malë, përveç se festivali që të thasht fëmive, që po e kam honor. E kam një honor shumë të malë që për veti me bo një koncert recital klasik, me orkestra simfonike. Sa do e vogël orkestra me kanë minimum një 13 veta, 15 veta, 20 veta. Më dhe me bon Shkodër, apo në Amerikë? Sa ka me në Amerikë. Unë me Shkodrën, fatmirësisht thash, ata njerëz më dojnë, më respektojnë, po
nuk kam ma kuptimi I mirë I fjalës nuk kam treg ma në Shkodër. Po në Shkodër nëse shkoj për gjanë shpirtnore se Shkodra jem Shkodran e një Shkodër mi dha tëna që kam sa. Am kupton, por jo se po baj diçka për një treg. Am kupton, nëse unë kam bë koncertin recital e kam bë që me Iran vesh edhe dikuj tjetër që kurrë s'm kishte ndani të kënu. Edhe dikuj tjetër që nuk ka Shkodran, unë kam pas aty prej tëna regioneve shqiptarisë kam pas atë natë në koncert. Pra, prej shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Shqipnisë, kam pas Ulqinin aty, kam pas qam atë natë, mund t'jetë rekord. Macedonisë të Veriut, se e ti se kush janë, I kam pas krejt, po më fillu mu menu I tash I kam pas të natë Shqipninë e Malle, am ladh atë natë të koncerti jem, jo se s'm ladhen kërkun, kuptoni. Po më flas për veti. Kurse koncerti recital klasik, kam e kënë tjetër gjë. Aty do të përfshihen njerëz të huj, do të përfshihen edhe jo shqiptar. Unë kënoj 4 gjuhë huja, nuk I flas të katërtat, I flas 3 për I tyne shumë mirë, por unë kënoj në 4 gjuhë huja, kështu që nuk kam e pas problem bashkë me Shqipen janë 5 gjuhë, kështu që nuk është pak. Cilat janë? Këta janë për nusën, për aplikimin, Këta janë për aplikantat. Shqip, anglisht, frëngjisht, italisht, spanjisht. Edhe Shqip, anglisht, italisht, spanjisht, frëngjisht. 5, pse më dolën 7 8. 4 të huja një shqiptarë më në rejbra 5, thos 5. Se s'pëm del të e 6, tash na dina në I konë greke, kështu pas, sa si I kënoj se di kuptimin, I kënoj kot, I një kot, po përse se dhe muzika në pëlqen ka herë, po nuk I një, kur di qa flas, kur di qa kënoj, nuk mund është shpek mu me zemër. Kjo është regull I po shkrum muzikë klasike, është regull I po shkrum. Mësusat, kur nepshin pedagogët, më falë, pedagogët, kur na jepshin me mësu një pjesë, një arje, një gjatë të re, thoshin mësoje edhe kuptimin. A keni thoshin operën në herë, jo. Shkoni operën, shqipeton operën, 2 orë, 3 orë, sa tjetë opera, atëherë ti kime kënu këtë arje. Nuk e kënën ti arjen, po ditë që kënën opera. Ti thu, o sole mio, e I thu, o sole mio, shishes të ujet. Po jo mërë sole, është dili mërë solja. Ti kënën, o sole mio, dhe merresh me këtë shishe ujt I orë. E nuk e din botë që I të kënu. Mi manki amore mio, a I thët mi manki amore mio, me I faru rejgjën të thonë menjo, aja është kongë dashnijet. Pra, dush me ditë se që kënën. Jo në dhe gjuhë që unë I zotnoj, thash, unë edhe I flas, përveç frëngjisë që nështë kam harru se kam bo vetëm në shkollë fillore ose se kam bo ma, por të 4 po, shqipe a dijet po 3 gjuhët e tjera, se me thonë, I flasi I zotroj mirë, merë në vështë jam që ma është nivel I knaqë, se ma në komunikimi se të thosh, po s'dita që jem të knua, që jem të folë mund është me pasion, është pa mund të me I gjë që nuk din se që po thu mund kam mësu shumë muzika klasike me italishtin sidomos absolutisht. Spanjisht jam kam mësu telenovelat, më kanë mësu shumë, e kam mësu për telenovelave. Po, çudiçi anglishtën tash, si më thonë, anglishten. Turket si pas ke po? A din po pse duhet me I ditu në turket tash? Femër thash mos ki bërë në telenovela, të ishin bërë 6 gjuma ndajna? Ja, nuk I kam si kam bërë shkur qef, me të thonë. Okay. Nuk I kam pas kur që anos ta kam kënë ma fmi, kam kënë ma, normal që kam kënë ma fmi, se të po telenovela spanjolle ma, po të pas edhe motër ma të malin, shpi I shifta ja I shif shalon, kurse tash në rejt, tash I shif vlej telenovela turke, këta me termina, me kështu, të u vraj, të u prej, tha me këmar, po pash, nga ka kalu kohën me po, të u prej, me thika, me pluma, me zare, këmar pash zoten. Ma mirë shif në I gjame dashnia, së të se. Prap dole të dashnia. Në gjë, si e ki punën me dashnin të grupi? Mirë, falim marrë, se ki punën Right, po gjithë manjolës dhe ki punë manjolës dhe a të ramo këtë telefonit da alo pyjët e Markut ishin më të leta po sotën Markin në rumi herë manjola I ka pyjët me spes sotën ty ka me dosh në e më marrë ton jetën a ko me thonë atë manjolën që po të duke me kanë shumë kënar për ty edhe ma marrëmenja a dhe baba nën me nënin flasim në Instagram jo vetëm si një punë Marian punë s'ka në fajt dën me komuniku me ditë qa bojmë, qa s'bojmë. Elize, kam fjallën se këto në Amerikacion, prinja, e kanë sytë të fëmija gjithmonë. Marë në Amerikë, edhe me hinë rrugë të drejtë, e flasë rrugë të drejtë nga ana e jetesës, nga ana punës, nga ana e orientimit të jetës, është edhe pak e vështirë, shumë për rinin këto. Dhe ti me këtë rrugën të anë që ki marë, familja jote janë shumë krenar, edhe shqyqët malë e zotë që si ki hub mundin, si e thëmë në Shkodër,
sepse Amerika është shumë e madhe, e ka herë edhe hup njëri. Kështu që është edhe në gjë, nuk është se jam vetëm unë, se thash, unë nuk flas kur për veten, unë urrej me fol për veten. Unë e di se, si ka thonë, për sa njoh veten i mirë, njoh veten si më thonë. Si shumë njoh veten. Por e para unë i loj njerëz që me fol për mua, se s'kam nevojën me fol për veti, por edhe fol edhe komunitetit, me fol drejtën. Komuniteti, unë atje kam shumë miqësi, shumë shoqëni, jam shumë i hapun, edhe njerëzit më dojnë, rri me njerëz që nuk më qesin për rrugë zotit, edhe nuk janë njerëz që me qit për rrugë zotit, e thojnë ka i fjala ashtu, po fjala mort nuk bën si thojmë na fjalën hajde çet tjetër çet për pjesë çet për mërzis e çet të s'ka çef çet për xhelozis ka shumë arsye ai që të don ai e din ti një arsye ka ai të ka çef ai ka çef atë janë mirë që e ka për mëna të shefat am knaqe thot kam nithat i dozëm ose kam nin televizor ose çedhe sot të oda podcast am ke knaq e ke dhënë intervistë jam shkrim në tjetër tash kena më pas na lloj ashtu o bakë dole kë, shisor ashtë, stopsoju, ton këtë ton të ngarlek, vetëm kë ka artist, vetëm kë ka këngëtar, u bo kë me fol për tjerë, normal që të t'i kena, edhe këta. Unë ja tham bile shumë vetëm, njerëzit kur shojnë Zotin e kur zdojnë Zotin, qa presim nëmër, qa jena nëmër, na jena zero. Si ashtë e shpreja që thojnë njerëzit kanë qef me fol për ty, se po me fol për veti nuk e njën kështë. Fix, kanë fix e po flasin vërtetën me fol për veti. Fol për veti, kështë që nuk ka shkes me fol njerëzit për ty ka ja. Ja, reklama është punë e mirë, si për mirë, si për keq reklama është e mirë. Disi e puna, se në fundit gjithmonë flasin për atë që ashtu bodiqa. Ja për atë që sa do bësi son. Fix. Nuk kanë ku, se s'ke që me thonë, për atë që është domethënë kur i thonë loser, që s'ka ne gjë, çka kemi fol për të. Është një atë në shtrat rrin kot, han buk kot, ai mund ta bëjnë në punë, ose s'po thamun po të zot s'po gjykoj kënd po. Se ton punojmë, ton jetojmë, ton hajm buk po. Han buk edhe kot në gush. Si na kena gjatë mirë, theksohet i po punën e komunitetit. Edhe komuniteti i New York është një komunitet shumë i madh, shqiptar, e jo vetëm që është i madh në numër, shumë i dashur. Po, jo vetëm që është i madh në numër, po shumë i bashkuar, edhe përveç institucioneve fetare, që janë aty të trijat, ka edhe organizata të tjera, të cilat i bashkohen organizata që i bashkojnë shqiptarët njëri me tjetrin. Edhe kjo është një gjë e madhe për ne. Si New York, si Michigan, si jena paka shumë njëtit, sepse pavarësisht na merr malli për Shqipërinë, na merr malli për njerëzit tonë, për kushërit që njëra tjetër. Sa flet ky mark. Jo, e kam. Shqyr mark, shqyr foli herë. Më rrallë. Do mark, ne me fol në spital, më thon. Ja. Por jo, e kam thënë që na jena shumë të kënaqur që kemi në këtë komunitet sepse e nin veten më mirë. E nin veten shumë mirë, domethënë. Ti marr kjo në fillim ne do të më kanë na falenderus ju që ju gjet me këtu, që i kena gjet Dojona gati, me thon drejtën tash. Nëse don me pyet për zemrët. Po. Është më u thonë ju faleminderit që keni lënë shenjën e mirë, që keni bërë diçka të mirë, që jeni njerëz hallallit. Më kupton sepse e kam një vjerë shumë bukur që e kam shkru kur kam marrë në Amerikë s'parit. A din më? Mundë me ju a lexu. Lutem. Nëse kena pak kohë, megjithëse kjo ka me u montu e kena kohë boll, po që se po ju lexoj tash. Kjo është okay. Dollap 46. A jena gati për me e thane? Në Shkodër Loce shoku Rita, rehatin tash e kam gjet, se kam prit se po vjen dita si të tonë gurbet me tret. Lam të mirë shok e miqësi, lam të mirë o Shkodra nan. S'ke qa ban ma në Shqipni, e thonë trit ku do ku janë. O avion që prek Havan, po të bajbe posh Perëndin, ti e bashkon e ti e ndon refugjatin me Shqipnin. Kur marrë lapsin nuk shkruj kot, e pranaj shkruj ka shral, i kam të natë mirat, më beso zët, veç më kuptot që kam shumë mal. Shqiptarët shpejt mësunen gurbetin, po atë shpejt mësunen dhe punen, dikush tha e po këta post bereqetin, dhe të tjerë në burg përfununen. Lam të mirë i tha nana djalit, edhe kur ti esh mirë i shallas më harron, i tha ati që i ku malit, edhe ati që hypin kamion. A e myllë zemër deren, edhe dritat a i ke fik, lekut duhet ja dim vlerën, ta shik me në Amerikë. Se nga jemi mos të harrojmë, si do mos të shirën në gorbet, jetën e reja tjetë fillojmë, po mos të harrojmë të bojmë dhe në i lek. Emigrimin të lojmë tonë,
Se veç lekut sfitojmë gjë. Kthejnë ato në Shqipni nën, se nën të keqe kush nuk ka. Bravo, shumë e bukur. Kja është, Kjo do me thonë, kja është, poem, si të doni, poezie që ju në falni për ignorancën, por kja është diçka që mund ka dal prej zemrit, prej shpirtit. Që mu më vret, edhe nuk du me qasë, po du me qesh, ta shtes, se kena arë me qesh, ashtë aja ku thët lëmtumia i tha nëna djalit, edhe i tha ati që shkoj malit, pra janë tonë ata që kanë shku dikur në Greqi, që hala esh në që janë gjithë, edhe ati që shkoj në kamion, janë hala djem nanash, djem të ri, që shkojnë në Angli për një jetë më të mirë, për me boj 2 leksh, shkojnë me kamiona, rrezikojnë jetën, s'po thojmë ata me varka, me skafese, me gomone, se ka provu Italia me kohë me vakt më falni ato të Italis, që nuk i kam përfshi ndoshta, po mund të gjenë te o te kamioni, o te mali, edhe ato të Italis, edhe Italia ka vujt shumë. Pra, kja është një gjë që mund ka dal prej shpirtit, atë kur thosha që vesha muzika dhe qasha, unë kam menu 3 vjet e para me u kthy në Shkodër kajt. Se dosha këtë vend. Jo se dosha këtë vend, isha mësu në Shkodër. Thosha, qa do marën këtu, qa më pruni mu këtu. Unë isha mirë atje. Më kupton? U bëra ndoshta shumë dramatike situata, po kja është... Është e vërtet, është një gjë që i ke kalu. Kja nuk mundem me gjetë një muzikë të bukur, ndoshta një reper mund ta kishte bërë të bukur, ose një gjë, kisha pas shumë qef me kthy në këngë, një mesazh, kja është një mesazh shumë i mirë. Për me, jo se e kam ba unë, por është një mesazh që besoj, ingulitet njerëzve në mend, edhe duhet me një gju, sepse ka vlerë, jo se e kam ba unë, është plag, emigrimi është plag, edhe e kam një për dikuj që tha, atin, ka ik, tha vlaj, tha, ka lanë nanën me babën vete, me i thash, në që mërë, pas ka kene shkru, me i thash, që nanët shqiptare me qatë ton jetën. Pas ka kene shkrume, për zotit, kja fatkeqësia e shqiptarit ma madhe, pas ka kene emigrimi. Leni pushtetar, leni ata pushtetar, pra ne fillan me fjallin pusht, kja fjalla pushtetar, jo më këtë, leni ata në kanë zi jetën të në këto vite, së dona me hyja soj pjesë politikës. Ama, emigrimin e malë që na kena përjetu, nuk ma mërmeni dhe me thonë me ikë për robit tanë, kjo është halli më i madh, domethënë nuk ka hall më të madh se ti me ik prej robit tënd. Për të zot lon lufta, për të zot vjen i shtet më i fuqishëm, të vjen të pushton Amerika, Rusia, në vend Franca, Gjermania, thu për zotin atë 3 milion. Ilaçe Berlini tash sot në Shqipëni na morrin para. Ose ilaçe sa Parisi ato në Shqipëni. Edhe i kupton. Po i joti. Ne aty në shkatërrujet të na nis tonë inin i joti më, shtetari jot më, shteti jot. Që se ofron një gjë të hojrit me najtë në vend vetë, le të më gjykojnë sot dojnë, le të thojnë për mu që të dojnë, mos me të rësan heq, si thojmë në Shkodran, nomen e frega, heq njëtë, nomen e frega, unë nuk e kam problem heq se flasin për mu, unë jam mësu me fol mirë, por ja mu mësojnë shnetin shumë, pra nej nuk laken me fol, sa shnosht jam, por kanë ba gabime shumë, edhe pra nej, qysh, ti ke vite këto, ti ke 30 vjet. Pse do është nona jote, baba jote, prind tu i dikur me qatë se po ikti. Am kupton, dikush mund të kish ardhur dhe me prind tu nuk thame, por edhe me ik, edhe ata vetë po i shkodet, po i njerëzve tyne, është gjë e rëndë. Kupton, prind e mi kanë ardhur 55 vjeça, çka kanë me bë prind e mi? Në Amerikë 55 vjeça, ku më janë nisë jetë për fillimin, as shoqni s'kemo, as familje, as jetë s'kemo, ata jetojnë, as robotike jeta për ta, se thonë kena ardhur për fëmijë. Po. Am kupton, kush e ka rrisja me familje, unë më shumë i uroj o Zot, o quajmë kam për luj venit, fat e shnet e jetë e marësia tyne që janë vetëm, sa ata kanë prova e sprova jetët në tonë botën. Ata po letra edhe 2 fishin. E fatkeqësi, zëman me kanë edhe po letra, edhe me kanë vetëm 10 huj, me vite nuk ka gjaj letë. Nëjmë historina sot dush, ke historina sot dush, pa fund që nuk kanë mundësi me u këthyn vendet veta, i kanë dek prind të 2, i kanë dek, zot më fal, vlezën e motra, s'kanë mujt me shku. Pse kjo plagë, pse me vazhdu, me vujt. Në 2026 në prap me diskutu kush po ike, kush po vjen në emigracion, me shku në për lokale shqiptash, e kena një lokal bile Shkodranç, afer shpijet e kam këtë, so me dojnë 3 shpija, 3 dyrë ma nejt.
shamas gjash në Shkodër, që të ketë marrë mallin në Shkodër, burrat, po tham me folasën morgun të burrat. E gjate, e di. Për shkollë, po te marr, ku e ke ardhur? Kam marrë mashinë familjare, kam 1 vjet. Po te marrë, kam marrë ditë. Po te marrë, se gratë masanë për porti takohen, se s'kan ku tjetër ose në për flaktore. Se s'kan kurse në për shkolla fëmisha, punë, që mund të kenë përbashkë ta ndihmojnë njëra tjetrën, çdo ma xhej punë, diku ma xhej punë. Kurse burrat e janë te lokali, i shef familjet, që thu ku çka ka pas më nevojë filani me ardha fisteku, ku ka pas 3 rroga më në shtet mar. Ku ka pas kë nevojë, se fola 3 rroga në shtet. Kamera dhe ka 4 në shtet, çka keni ju. Ajo sot, edhe ka 5 me marr. Unë kupton në thu çfarë rëndësiet, më çfarë vlerat ka Amerika për te. Ka lënë tana të mirat atje, vjen këtu, i paguajnë tjetër $3,000 çaran muj. Muj Amerikë atje këtu. Si Shpinë më borë me kanarina, me gërdalina. Është zgjedhje, prandaj ta thash. Ka kanë për dikur, ka kanë për disa zgjidhje, veç ik. A sot as zgjedhje. Sot si të vinë fëmija këtu, ti e ke më jetën. Normal. I kam kushit mi, shokë me çmi. Ja, më do kthy thot në Shkodër. Hajde më i thanë se ta po vjen prap këtu. Ja, o mas Amerika kështu. Mund më po dekon me çefin me kështu më. Hajde më i thanë bash zonë se ku i ke fëmijët? E bile me i kushit tajme të folë, tha, fillojnë fëmija shkollën. A fillojnë fëmija shkollën, po e hangën e tha. Te s'kthesh mo. Se ku e ke në Amerikë, ke s'kthehet mo. Po normal, se me puna me biznesën me tonë, jo vetëm ai. Po ke tjerë shokë mi që tash mirë që i kanë biznesi, kanë tanat mirët, kanë met për se fëmija, tash fëmija. S'mund me i dishru fëmijët ata, si thash sot 2026. Sa janë të ardhur dhe kohë shumë të këqija, fatkeqësisht. Me kanë kohë të mira, kanë kohë të këqija dikur ku keni ardhur ju, kur ke ardhur po disë. Nuk e di ti më njëun kur ke ardhur, mund të ardhur 6 muaj mas Markut. 1 muaj. 1 muaj mas Markut. Po, çfarë? Ka marrë on para Markut. 1 muaj para Markut. Po ik më marr çfarë flas me ty. Manjola, dalëm ka pritur në raport. Unë flas me Markun 30 vjet, pas ka Manjola 30 vjet e 2 muaj para. Elvis, si duket Elvis? A flas drejtën? Po, deri tash më ke pëlqyer. Deri tash kam fol, vërtet. Faleminderit shumë. Bëjmë në episode, janë 6 minuta. E më thonë që na thirrë dhe herë. So shkoj më. Ku kena lënë nom 8 sa hati. Ja, me 2 orë se mbash. Ja, më shoj do ku po sa. Në gjajpsi, minutazhit i erdhi i fundi. Pse mor sot? Na lëni më edhe 1 orë tash jemi kët. Na i tash ulme. Pa, për shtypjet se kena qef, në fakt, unë pavarësisht se ta bënë e pyetje. Pa, ja, di pra. Për shtypjet për podcastin, a? Ja. A thash se tha për shtypjet për podcastin. Jam Për bisedën duke. Për tëna ti thash, për shtypjet për ty që je këngëtarin e mirë, jam rrit me këngët tuaja. Me zëtan, me performancat tuaja. Nuk e harra. Me Markun njifem larg, që nuk as se kam taku kur, po e kam ditë që Marku as në Amerikë, nuk e kam taku kur. Ç'a më thonë, ma bëj Elvisin punoj, kështu që në rregull jena. Në rregull, për smarit. Thash gjithmonë na kena qef që miqtë tanë me na kujtu prapë edhe në të ardhmen. Kështu që të që rrugën e mësove drejtar. Vjeni prap. Ashtë përmend knatësi për me të pas në nodën tonë, për te shakave, për te lojnave, për te çdo fjalët, sinqerisht ashtë knatësi për me të njoft, thash, ta kam thënë në fjalët e para, si njëri, artistin e bën kur je njëri, se kena shumë artista që quhen, por në qoftë se nuk je njëri, nuk ka vlerë artistleku që ke. Kështu që është knatësi, lumnana baba që të kanë, motra vllai, sepse je përmend krenaria atyne, po je edhe krenaria jon, je krenaria e qytetit, sepse me përfaqëson. Ja, se kam këtë titullin, halo, krenaria e qytetit s'ma kanë lënë kët. Atëherë jashtina dikujt. Mirë njohja qytetit e kështu krenaria halo s'kam marr. Dikujt normal, po jo, sinqerisht nuk ka as flet lavdrimi nuk ka vlerë, sepse ke shumë artista dikur të pakten që kanë kenë arti, kanë kenë ajka e Shqipnis, kanë kenë ajka e Shkodrës, që i kanë harru e nuk janë kujtu, por ama nuk i ka harru populli. Nuk ka rëndësi se sa flet lavdrimit ke, por se sa dën të populli e se sa të dojnë ardashësit tuaj. Një këngë e jotja, një emër e jotja nuk harrohet kurrë,
për jemni që kilon ti, jo se sa të ka dekuru shteti apo qyteti. Kështu që për këtë duhet jesh i sigurt që je krenaria edhe je me të vërtetë kënaqësi që të kena pas këtu me ne, edhe prap ta tha me gjithë zemër, si shoqni edhe si artist je me të vërtetë një super djalë. Pavarësisht se ti ma bane me hile, on prap tham shak. Faleminderit shumë për fjalët e mira. Unë thash, unë e vlerësoj shumë, jam shumë modest, prandaj thash sot s'di çam gjete që fola për vete, po unë jam shumë s'kas kur për vete, se urrej as me një vetin se një kur se s'duhet. Po këta ke me një këtë intervistë? Ja, këtë po ja, në kuptimin kur kënoj nuk e një vetin, sa tam në rregull, mirë do të kem kënuar. Po. Njerëzit janë kënaqur, në rregull do të jenë. Unë ju falenderoj shumë. Tash po duket sikur të furçat këtë emisionin di që ka dol një emision shumë i gjatë, mundeni me ndon 2-3 episode, mundeni me vuje shi blues tjetër me të bluë për shembull, me të kuqe, a me të verdhë dhe me thonë që ka prap si me thonë Ilsi. Por duhet deri si të jetë nxehtë, si me langë shkurta. Se mas na bani edhe sa janë pa u qef. Unë ju falenderoj shumë, kontributi juaj është absolutisht edhe juaj është shumë i mirë, shumë i bukur, shumë domethënës, me shumë vlerë, sepse ju përcjellni një gjë e mirë. Në momentin që përcjellni një gjë të mirë, atë mirë e merr komplet komuniteti. Atë mirë e marrin të ta njerëzit, nuk e marr vetëm unë, e familja jeme, e fisi jeme, qyteti jon, por e marrin të tanë shqiptarët, ku do nollen tanë botën, sepse ju tashmë jeni në telefonin, edhe në tryezat dhe në familjet e tanë shqiptarëve në botë. Jo vetëm Shkodran, dashninë e Shkodranëve ju e keni, nuk keni nevojë më me u diskutu, ke po Oden podcast, ata Shkodran, din ton Shkodran që janë 4 Shkodran këtu që bojnë Oden podcast. Din ton Shkodran. Halli është pavarësisht se ndoshta me emra dikush e din e dikush se din e lidhjen që keni këtu motor e vëlla me motor e vëlla, këtë ndoshta nuk mund ta din të ton, ama e din që është hap një podcast ashtu u bë already një gjë shumë e bukur për shqiptarët, edhe është një iniciativë, një nismë shumë e mirë. Më vjen mirë që jeni ju, që jeni të mitës, me thonë. Unë thosh jam lokalist shumë aty në Shkodran të Shkodra. In fakt, di se të që po mendohem, të ka ra lotaria ty, di se i të shbajmë 1 vjet që kina ha podcastin të unë. Shef, pra, ku ka më mirë se me të ardhun për 1 vjetor. Mos na përmend letarin se duhet mi dhënë lek. Mos na përmend letarin se lotaria pa lek. Ka lotaria pa lek. Me shku me krua ta numrat inshallah më na bjem ndaj gjë. Faleminderit shumë. Elvis faleminderit për ftesën, Mark faleminderit shumë. Edhe Gjona pavarësisht se nuk ka këtu, faleminderit për kontributin e për gjënë e bukur që të treju këtu në front line, si thonë, në front luftës që flitni me njerëzit për herë, por edhe visim apo absolutisht të katër, një punë fantastike. Ti e din se të punu se vete dhe më thanë për atë recitalin, ose si për recitalin, si për koncertin, si për konkursin, kur ke një projekt të hanë kohën e pafarë. Dhe mundesh me imagjinu se sa kohë hanë prej gjithë se cilit prej nesh, edhe tu menu që kjo nuk është dhe më thanë puna jonë. Unë mendoj që Elvisi banë punë më të madhe. Për atë... Unë që ata në gati kur ardha këtu për Elvisi, dhe më Elvis. Ja, ju me tamam që merë një kohë prej kohës tuj, koha sidomos të në Amerikë, që s'ta falë kush 5 minutin qarë sjetit, marrë lekët, më bjerë 10 lekë se i kalu 1 orë e 5 minuta, për atë 5 minutin fillan ta qumë për orën e dytë, që këtu absolutisht që nuk të falë, kush Amerikën tonë e dina, ata që jetojnë në Amerikë, se koha paguhet, koha është e çmueshme shumë, edhe kjo është gjë, është virtut shumë i mirë dhe është gjë shumë e mirë që ju bani. Është ta sakrificë për mirë. Sakrificë bajmë për dashni, për gjithë secili, domethënë se nuk është e kena thënë shumë herë, nuk na paguhet kjo gjë, po nga që e kena me dashni, kur e bën një gjë me dashni, nuk të duket si punë, po të duket si terapi. Edhe kënaqna për iman sepse përveç se flasim, se jena ishtu si ti që kena çifër me fol. Po podcasti për këtë punë është po folen podcast. Normal. Po jo vetëm se flasim, po edhe takojmë edhe miqësiu që jeni më i mirë se tjetri. Kështu që të në atë mira, ty personalisht edhe familjes tonë, suksese një, por edhe në artin tonë që bën gjithmonë. Derisa me i thonë edhe shikuesve, ishte kënaqësi për ne me pas Isli Ademi këtu me ne sot, një djalë shqiptar, një djalë shkodran, i cili ka fatin komuniteti i diasporës të Amerikës me e pas, sepse i qënë vetëm vlerat
jo vetëm artistike, po edhe njerëzore. Faleminderit shumë. Presim për me art e koncerti që kemi bë operistik. Patjetër. Dhe të ndihmë gjithmonë zonin e mirë për ty. Faleminderit shumë. Ilsi faleminderit tan shikuesave tan, kudo që jeni ju urojmë vetëm të mira, mirupafshim. Mirupafshim.